Mbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, në këto 22 vite demokraci kanë qenë të shumta format e protestës të shoqërisë shqiptare. Greva të dendura, urie, protesta të shumta që në fund duket se nuk kanë arritur shumë gjë, për të mos thënë asgjë. Po pse ndodh kjo? A është indiferente shoqëria shqiptare? Çfarë roli ka shoqëria civile në vendimarrje? Sa ndikon ajo? Sa ndikon edhe në raste si ai i vrasjes së 18 vjeçare, sa isha nga një 82 vjeçar, sa indiferente është shoqëria shqiptare? Do ta nis emisionin sot me një ngjarje që dje edicionet e lajmeve e patën në rubrikën e kronikës, le të themi. Vetvrasjen e babait të policit të vrarë gjatë operacionit për arrestimin e Dritan Dajtit. Në fakt, të afërmit e tij sot e kanë cilësuar më shumë si vrasje të shoqërisë dhe të faktit se fajtorët nuk po ndëshkohen, sesa si vetvrasje. Po në fakt, çfarë ka qenë? Ta nisim fillimisht me këtë material dhe rikthehemi për ta komentuar në studio dhe do të prezantoj panelin. Ka disa mënyra proteste dhe një prej tyre është vetflijimi. Në të shumtën e rasteve, vetvrasjet ndodhin në kushtet e depresionit mendor, por edhe kur humbet shpresa për më mirë, për të jetuar, për të besuar. Kur në 7 gusht të 2009-s, Islam Duçkallari humbi djalin e tij Sajmirin gjatë një operacioni të arrestimit të Dritan Dajtit, për shoqërinë shqiptare dhe reporterët e lajmeve ajo ishte një ngjarje ku humbën jetën 4 efektiv policie në krye të detyrës, por për familjet e viktimave ishte padyshim më shumë se aq. Garancitë e qeverisë për ndëshkimin e autorëve të vrasjes nuk duket se mjaftuan për të qetësuar shpirtrat e trazuar të familjarëve. Ky krim i shëmtuar i një bande kriminale e cila do të marrë ndëshkimin më të madh nga organet e drejtësisë. Islam Duçkallari, pas 3 viteve vuajtje dhe ngarkesë shpirtërore, vendosi të ikte nga jeta duke mos bërë paqe me atë që i shfaqej përdit përpara syve. Zvarritjen e drejtësisë së vrasësve të birit të tij, thonë të afërmit e tij. Shkaku ishte vrasja e djalit dhe mos marrja e drejtësisë për djalin. Një gjyq pafund që s'po bëhet gjyq, vazhdimisht e ngarkonte psikologjikisht. Ai ishte më normali nga ne. Ai vetëm duke qeshur, vetëm shaka bën. Ai nuk na besoi, se nuk je tipi i tij. Ka ngarkesë psikologjike që shumë e madhe. Si duka që ai momenti që ndofta duke parë në shtëpi ato që ka portretet. Mosdhënia e drejtësisë që si të gjithë i vret. Dihet tashmë drejtësia në Shqipëri. Në një intervistë për gazetën Mapo në 2010-ën, Islami kishte hapur zemrën në publik duke pranuar se ai jetonte vetëm fizikisht. Mos i ndodh asnjë prindi në botë. Lutem me shpirt të jem unë i fundit. Askush nuk e di dhe se kupton dot se si të fiket shpirti. Jam një i vdekur që merr frym. Aktualisht, dosja Dajti është në gjykim dhe procesi ka shfaqur disa zvarritje për shkak të ndërimit të trupit gjykues dhe anullimit të shpesh të seancave gjyqësore. Mediat raportuan se gjyqtari i çështjes Dajti u detyrua të jepte dorëheqjen pas disa kërcënimeve për jetën. U vetvra apo e vran Islam Duçkallarin dhe shumë ngjarje të tjera që kanë ndodhur muajt e fundit që duken se janë shtuar, që nga vetvrasjet, por edhe sidomos vrasjet. Çfarë mund bëjmë më shumë shoqëria shqiptare, shoqëria civile? Për këtë do debatoj sonte, prezantoj pa humbur kohë të ftuarit Arjan Vasjari, analist i gazetës Mapo dhe pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Zoti Vasjari, si ke ndjekur këto ngjarje të fundit? Duket se ka një indiferencë nga shoqëria për vrasjet, për vetvrasjet? Kjo tema është delikate, shumë delikate. Dhe mendoj që e bën shumë delikate fakti që ka shumë densitet emotiv. Të vritet një fëmijë, padyshim është një tragjedi në vetvete. Megjithatë, me gjithë dhimbjen e madhe për babain e Duçkallarit, mendoj që duhet të jemi të kujdesshëm kur e trajtojmë si fenomen, sepse do ta kuptoja si një gest emotiv, po edhe racional në një farë mënyre, në qoftë se ne do të kishim një vendim të formës prerë kundër Dritan Dajtit, i cili mund të mos përmbushte pritshmërinë e babait e zotit Duçkallari, ne nuk e kemi ende një vendim. Padyshim, koha e gjykimit një krimi të tillë makabër është relativisht e gjatë,
por ama unë nuk jam në gjendje të them nëse është e të zgjatur si kohë. Është e të zgjatur si kohë. Nuk e di, nuk e njoh si çështje për të dhënë një opinion të tillë. Se përket faktit nëse shoqëria shqiptare është indiferente ose jo, nuk kam i prirur që ta etiketoj si të tillë. Unë mendoj shoqëria shqiptare është mjaftueshmërisht e ndjeshme, është relativisht e ndjeshme. Në vështrimin tim është pothuajse ndjeshme sa gjithë shoqëritë e tjera, përgjithësi shoqëritë me një tranzicion të zgjatur si kjo shqiptare, me shumë probleme, me shumë halle etj, por nuk jam i prirur ta etiketoj si një shoqëri indiferente. Jo, nuk e kam këtu. Të shohim se si mendojnë të ftuarit e tjerë. Arbi Mazniku, aktivist, mi mbrëma, zoti Mazniku, mirë se erdhët. Mendon gjithashtu si zoti Vasiari se nuk kemi një shoqëri indiferente ndaj këtyre fenomeneve? Unë do ta quajmë tepër se indiferent, ndoshta të mpir, që nuk po reagojmë? Unë më vodhe fjalën nga goja, unë besoj që më shumë se sa një karakteri përgjithshëm shoqërisë shqiptare i qenurit indiferent ose jo, unë besoj që sfundmi në vitet e fundit shoqëria jonë po kalon një periudhë mpirje. Kryesisht si rrjedhoje një ndjesie të përgjithshme të pafuqisë për të zgjidhur çdo qoftë nga problemet e veta, qoftë ato ekonomike, qoftë ato sociale, qoftë ato politike, dhe kjo lloj mpirje deri diku ka sjellë që momente ne të shohim disa shfaqje ekstreme të tentativës së disa individëve për të shfaqur mënyrën e tyre të reagimit. Dhe kam përshtypjen që gjendemi midis kësaj një mpirje, njësaj situatës duale të çuditshme, midis një mpirje të përgjithshme dhe disa momenteve të jo aktivizmit, se aktivizmi është fjalë më shumë të reagimeve të mëdha dhe shumë shokuese. Ndaj kam përshtypjen që situata jonë është më shumë se sa një situatë e një shoqërie indiferente, një situatë e mpirë nga pamundësia për të ndryshuar situatën rreth nesh. Se kush ta mundson reagimin, protestën, revoltën? Unë kam përshtypjen që e kam menduar gjatë të çështjes vitet e fundit dhe besoj se përshkrimi më të mirë ka bërë nobelisti Amartya Sen. Në një nga librat e tij ai shkruan specifikisht thotë që në momentet që një shoqëri e caktuar ose individ një shoqërie, punëtorët, gratë, fshatarët ndjejnë që ata nuk mund ta ndryshojnë situatën rreth tyre, atëherë ato deri diku paqtohen me çfarë ndodh rreth tyre dhe pastaj mësojnë të kënaqen me mëshirat e vogla që mund t'i jepen. Është një situatë e njohur tipikisht ku gjërat ndryshme që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve fund kanë treguar që në disa aspekte politike, ekonomike dhe sociale, grupe shoqërore nuk kanë pasur mundësi që ta thyen një barrierë për të ndryshuar diçka në jetën e tyre. Pra janë demotivuar apo janë përpjekur, janë demotivuar mbasi janë përpjekur apo s'janë përpjekur fare se kanë thënë kot që të reagojmë? Kjo është një çështje e cila ndodh me raste. Nëse një grup i caktuar i cili tenton dhe nuk e arrin, e para ka një humbje sepse ky grup nuk e arriti, e dyta është një demotivim i madh shoqëror për grupe të tjera të cilat do donin të mendonin që mund të shkonin në atë rrugë për të zgjidhur problemin e tyre. Fakti që unë besoj që në 7-8 vitet e fundit është shumë e vështirë të gjesh qoftë një grup vetëm shoqëror, paraplegjikët, punëtorët, gratë, njerëzit e verbër, ish pronarët, ish përndjekurit, që të kenë pasur mundësi që në mjet e reagimit të tyre të përbashkët ta zgjidhin problemin e tyre, jo vetëm që është një problem për këto grupe që kanë provuar. Është një problem edhe për faktin që pjesa tjetër e shoqërisë ka marrë një mesazh nën rreshta që është e kotë ta provojnë sepse nuk mund t'ja dalin. Afrim Krasniqi, politolog, mi mbrëma, mirë se erdhe zoti Krasniqi, për ta vazhduar pjesën e nisjes së bisedës për indiferencën apo të mpirë, ku je më shumë? Mendoj që jemi shoqëri apatike, e themi ne dhe e thon raportet ndërkombëtare, e shohim çdo ditë dhe sa më lart Tiranës të kalojmë praktikisht ne e shohim te apatizëm, një apatizëm që është në formimin ton, ata që quhet kulturë politike në Shqipëri dhe kulturë qytetare në Shqipëri, por lidhet me fenomen tjetër. Tradicionalisht shqiptarët e kanë parë zgjidhjen e problemeve të tyre tek shteti, dhe janë drejtuar shtetit. Për shkak se shteti shqiptar në shumicën e jetës ka qenë një shtet piramidal, do thotë ka parë në nivelet më të larta të shtetit si hallkën ku zgjidhen të gjitha problematikat qytetare. Dhe në të lloj kuptim shumica e këtyre lloj grupeve, individëve, njerëzve të tjerë vazhdojnë të kenë shpresë deri diku naive pa kuptuar ato që quhen mekanizmat e demokracisë.
sepse nuk ekzistojnë të lloj mekanizma mbrojtje, përfaqësimi, dhe që t'i bëj këta njerëz besojnë që ka dhe mekanizma të tjerë të cilët mund të zgjidhin edhe të drejta që vetë shteti mund të mos t'i zgjidh, nuk është i aftë t'i zgjidh ose nuk do për t'i zgjidh. Ju pat një kronik tani së bashku, për shembull deklarimin e një politikani për drejtësinë, kur drejtësia është e pavarur dhe vetë politikani nuk e ka në dorë vendimin e drejtësisë. E gjithsesi merr përsipër që personi do dënohet në këtë nivel, një deklaratë që nuk lidhet, nuk ka, po themi, vend në një sistem demokratik. Ne rast të tilla gjejmë në mënyrë të përditshme. Dhe nga ana tjetër vetë fakti që mjafton media 2 ditë të marrë një lajm nga përditshmëria dhe ta ketë headline media me detajet e tij dhe gjithë Shqipëria në çdo familje shqiptare diskutojnë për këtë ngjarje. Vetë ky fakt tregon që edhe mendimi qytetar për seleksionimin e ngjarjeve, rrethanave të tjera është mërësisht evotiv dhe jo selektiv. Do thotë janë të gatshëm për të rënë viktima të momentit, propagandës, të informacionit dhe të presionit dikujt tjetër. Po themi nëse sot ne diskutojmë dhe në Tiranë kemi ditën e 25 greve suris, sikur media mos ta ketë lajm sot, të gjitha harrojnë dhe nesër do thonë, "Oh, ka mbaruar greva se s'pa mas kundajmë." Dhe thjesht nuk ka nga ata qytetar kaq shumë aktiv dhe kaq shumë ndërgjegjëm sa thonë për çka ndodhur, unë dua ta di çka ndodhur me ta, se halli tyre është sot halli tyre, por nesër mund të jetë hallim dhe unë do kem nevojë për përkraje siç ata mund të kenë përkraje sot. Ky lloj raporti, pse nuk e bën agjendën e medias shoqëria vet me protesta, me forma të ndryshme aktivizmi, se media në fundin ndjek rrjedhën e ngjarjeve, pse mos e motivon agjendën? Janë një sër faktorë që do të analizojmë ndoshta. E para mungojnë, ju thash, mekanizmat përfaqësues. Mungon ajo që quhet përfaqësimi shtresor, horizontal. Tek ne vazhdon të jetë piramidal. Do thotë agjendën e medias, agjendën e publikut, debati publik nuk e përcaktojnë qytetarët, nuk e përcaktojnë mekanizmat e shoqërisë civile, përcaktojnë ata që drejtojnë vendin. Dhe këta lloj njerëzish deri diku dinë të selektojnë dhe dinë ku tërheqin vëmendjen. Ju morët rastin fatkeq, po themi të humbjes jetës. Për raste të tilla kemi pas shumë kohë të fundit dhe ne gjithë kemi konstatuar që ka një krizë madhe në familjen shqiptare. Kemi krime pa numër të brenda familjes. Kemi një rënje drastike të mirëqenies ekonomike dhe një, po themi, katalizator për krizë familjare, gjendje ekonomike të njerëzve dhe një kthim masiv të emigrantëve të cilët nuk gjejnë punë në vendet fqinja. Janë një sër faktore që politika ignoron, po në jetën e përditshme na prodhojnë lajme të tilla që janë gjithnjë më shumë tragjike dhe çfarë tregojnë? Po këto lajme janë në kafe, zoti Kresniqi, nuk kemi përgatitur diku. Unë po ju marr një rast. Biseda në kafe nuk motivoi qeverinë. Unë po ju marr një rast. Ne morëm rastin fatkeq, po për mua rasti më fatkeq dhe që është i lehtë për të verifikuar, është rasti Gërdecit. Dhe sot ata njerëz që ne atë ditë pa bankën e drejtësisë dhe gjithë politika u betua që këta njerëz do dënohen, do marrin dënimin e merituar, ata njerëz na qeverisin sot, ose në politik, ose janë njerëz lirë, qytetarë lirë dhe thonë jemi të pafajshëm. Dhe askush nuk ka dalë përpara drejtësisë. Dhe kur nuk dilet përpara drejtësisë, për një ngjarje që ka lidhje direkt me shtetin, me shkresa zyrtare, me argumente zyrtare, me rrugë zyrtare, të arshivuar, me vrasjen e 24 qytetarë pafajshëm, çfarë pret pastaj për një proces gjyqësor në një sistem drejtësie tek ne ku, siç u tha dhe në kronikën tuaj, mjafton një kërcënim dhe ndryshojnë procedura dhe për shkak procedurave na dalin shumë kriminalë dhe pafajshëm. Blendi Kajsiu, politolog, mi mbrëma. Mirë se erdhe, zoti Kajsiu. Jemi indiferent, na kanë demotivuar për të reaguar, çfarë ka ndodhur në këto 22 vjet me shoqërinë shqiptare? Apo jemi mësuar të mos protestojmë fundi, se vim nga një kulturë nën diktaturë dhe mbase na pëlqejnë sa gjëra dhe rrim ashtu urt? Unë nuk mendoj që shqiptarët janë mësuar të mos protestojnë, mendoj që kjo nuk është empirikisht e vërtetë. Pra realisht regjimi komunist për shembull në Shqipëri nuk ra si pasojë ndonjë proteste që erdhi nga elita, po erdhi ndër të tjera, sepse ishte edhe rënja e regjimeve rreth e rrotull, ndër të tjera erdhi si pasojë e protestës popullore. Pra nuk ishte të themi elita shqiptare që e holli regjimin, sepse ajo si pothuajse çdo elitë shqiptare ishte e kooptuar në atë regjim, po erdhi nga presioni poshtë dhe më pas kjo elitë u ça. Ashtu sikurse edhe në vitin 97 rënja e qeverisë parë Partisë Demokratike nuk erdhi si pasojë e opozitës fuqishme të asaj kohe, erdhi si pasojë e revoltës popullore, natyrisht si pasojë e rënjes firmave piramidale, po në thelb ishte revolta popullore që i parapriu, themi, opozitës politike. Kështu që unë mendoj që ka disa raste. Një rast tjetër është i minatorëve që u futën në gred në vitin 91 dhe hollën rrotzuan qeverinë nano. Pra, ka pasur disa momente kur shoqëria shqiptare është ngritur, ka protestuar dhe ka arritur diçka. Por jam dakord që vitet e fundit mendoj që ka një demotivim. Unë mendoj që shoqëria shqiptare është e ndjeshme, këtu jam dakord me zotin Vasjari. Problemi është që ndjeshmërinë e saj shoqëria shqiptare
e ka të pamundur ta kanalizojë në protestë edhe në struktura civile që protestojnë. Kjo vjen për shumë e shumë arsye që ne mund t'i diskutojmë shumë gjatë, por një nga arsyet mendoj është edhe problemi që problematika e shoqërisë shqiptare është shumë e madhe dhe duhet kemi parasysh që kemi një shoqëri të çorientuar, sepse ju vetëm këto kronik datë një 4-5 probleme. Pra shtrohet çështja themelore për çfarë të protestosh më përpara, sepse në momentin që ngrihesh të protestosh për çështjen A, del çështja B dhe vazhdimisht. Momenti i dytë është mendoj që është humbja e besimit tek elita, sepse mendoj kemi një bllokim të popullatës shqiptare përballë klasës politike, në kuptimin që mendoj shikojmë pak shpresë si majtas dhe si djathtas dhe gjithnjë më tepër është konsoliduar në popull mendimi që këta janë të gjithë njësoj. Mendimi pra se kemi një elit politike që thjesht ndron duart e pushtetit, por sistemi politik, biznes, media, sistemi elitokratik themi i qeverisjes, i këtyre klientelave mbetet po ai. Shpesh thjesht zhvendoset pushteti nga njëri krah në krahun tjetër. Dhe shpesh protesta. Përqindja e pjesëmarrjes në zgjedhje nuk e vërteton këtë që thoni ju. Shqiptarët vazhdojnë votojnë përqindje të lartë në zgjedhje, po të ishin kaq. Përqindja në zgjedhje ka ardhur vazhdimisht në rënje. Mbase do ishte në ulje. Jo, përqindja në zgjedhje ka ardhur. 8 maj. Jo, përqindja në zgjedhje ka ardhur në rënje. Grupi më i madh, pra asnjëra nga partitë politike nuk merr aq shumë sa ç'është ata që nuk votojnë. Kështu që kemi një grup të madh indiferentësh dhe mendoj që ka një problem nga shoqëria shqiptare, ka një mosbesueshmëri të tipit të elitës politike në kuptimin që çdo protestë këtu mund të instrumentalizohet. Dhe frika e instrumentalizimit të këtyre protestave i bën apatik dhe skeptik njerëzit. Po ju marr rastin për shembull të Gërdecit që e përmendi zoti Krasniqi, se unë mendoj që aty e ka marrë goditjen skena publike shqiptare. Pra Gërdeci e uli aq shumë standardin ton politik, sa mbas Gërdecit them unë shumë pak gjëra na bëjnë përshtypje. Dhe shumë e vështirë do të bëj diçka përshtypje mbasi ka ndodhur vrasja nga shteti 26 qytetarëve me përfshirje korruptive dhe në fund protest pati, organizuar atëherë nga opozita, pati revolt popullore, dolën dhe plot njerëz, por në fund kjo instrumentalizua për një marrëveshje që prodhoi një kushtetut të vitit 2008, pasojat e së cilës ne i vuajmë sot. Pra pati një protestë sociale që po ashtu instrumentalizua politikisht. Dhe unë mendoj që ky është një problem shumë i madh sot, sepse nuk mund të ketë protestë popullore civile. Shoqëria civile është dhe shoqëri politike. Çdo revolt civil është dhe revolt politike. Dhe në momentin që u mbet pra besimi tek presion tek elita politike, humbet si themi dhe kjo aftësia për të organizuar dhe për të bërë një themi deklaratë politike në raport me fenomenet sociale. Jo, isha të thosha diçka për ta kornizuar debatin. Në fakt, tema që u keni zgjedhur në sfond të saj, kërkon që të evidentoj një humbje të besimit të shoqërisë shqiptare tek politika. Dhe kjo prodhon dy efekte, ose do të lind antipolitika, ose të themi emocioni qytetar do orientohet, do kanalizohet përmes shoqërisë civile. Në fakt, nga biseda që ne po bëjmë deri në këto momente, ku kemi mbritur? Jemi bërë kritizer ndaj shoqërisë. Unë nuk besoj se kemi drejt ta kritikojmë shoqërinë e para. Dhe e dyta, dhe ç'është më e rëndësishme, jo vetëm që ne po deklarojmë, po nënkuptojmë një faliment të politikës, por po pranojmë gati një faliment edhe shoqërisë civile. Dhe kjo është e shpjegueshme. Jo, nuk po e pranojmë, po e diskutojmë. Po e nënkuptojmë. Jo, në rregull. Fakti që ne po themi përse nuk protestohet, nuk i drejtohemi politikës me këtë, apo jo. Atëre, pra në një farë mënyrë ne po nënkuptojmë një faliment në linjat përgjithshme të shoqërisë civile. Kjo në vështrimin tim është e shpjegueshme. Për disa arsye. Së pari, tradita jonë është një shkaqe kulturore, historike, apo dy e bashkë, është një traditë që ne kemi pasur shoqëri masash dhe jo shoqëri civile, që do të thot Kornauzeri, një famshëm thot që shoqëritë e masave karakterizohen nga një pjesëmarrje e madhe e masave në politikë dhe nga pak ose as pak pluralizëm dhe shoqëri civile e para. Dhe ne jemi tipik kështu. E dyta, shoqëria civile në Shqipëri ka arritur që shqetësimet, problematikat, hallet e shoqërisë ti konvertoj në denoncim.
mirë po nuk ka arritur që ti konvertoj një ide, me raste shumë të ralla, për shembull, ajo e bën pjesë edhe zoti Kajsiu, për shembull, nga të rallat, nga shumë të rallat. Dhe e treta, që duhet ta pranojmë, nismat e shoqërisë civile në linja të përgjithshme ose kanë lindur si ide civile për të korruptuar më pas nga politika, ose kanë lindur si ide politike në çatën e shoqërisë civile. Mirë po, shoqëria është inteligjente. Ne kot bëjmë kritizerë dhe kot përpiqemi të bëjmë lektor shoqërisë. Shoqëria është shumë inteligjente, ka një shqis shumë merë më të zhvilluar në plot raste dhe se politika dhe shoqëria civile dhe e kupton. Për shumë, nëse marrim rastin aktual për ndjekur e politikë, unë kam mbështetur që në fillim. Por ma ka një pikë pyetje të madhe, përse për shumë shoqëria shqiptare, ose më saktë për ta ndarë, përse elektorati i majt po e quaj? Sepse ajo grev, në fakt, shkon në favor të opozitës. Përse elektorati i majt nuk shkon ta mbështesë atë si grev? Ja, kjo është një pikë pyetje e madhe, por shumë, përse nuk shkon? Çfarë ka? Stonon kauza e tyre? Apo është një histori pa rrugdalje? Pra, janë një seri pyetjesh, pikë pyetje që duhen ngritur dhe për të thënë gjërat hapur, jo vetëm për të vënë fajin politikës, politika ajo është ajo që është, por ashtu nuk është me mirë shoqëria civile se politika, nuk kam parë shembull të tillë. Zoti Krasniqi? Më shumë ta bëj edhe më konkrete. Ne të katër, secili prej nesh ka jetuar në prendim. Kemi studiuar atje dhe i njohim pak a shumë modele prendimore. Ideja është e tillë, në Gjermani për shembull, ku ndi përvojën mirë gjermane, greva të mëdha bëjnë sindikatat, bëhet në një ku në luftës në një vend caktuar të botës, zakonisht Gjermania s'para ka pas vitet e fundit për luftra, dhe për ngjarje jashtëzakonisht mëdha, për shembull reforma shëndetësore që prek gjithë qytetarët. Dhe nuk është të thënë që dalin nga 83 milion gjerman të dalin, po themi 20 milion protestë që organet kompetente të reagojnë, të reflektojnë dhe qeshja të bëhet qeshje publike. Kemi Ukrainë në një vend tjetër, që vjen po nga bota komuniste. 10 vajza janë ato dhe kanë të rreqë me mend e gjithë botës. Protestojnë për gjithçka dhe gjithë media botërore të rreq. Unë nuk pres, po themi që sot të dalë gjithë Tirana dhe përkrahet për ndjekurit politik në grevë. Nuk është e nevojshme të dalë. Ata kanë paraqit një peticion, ata janë një grup njerëzish, një kategori të caktuar, paraqesin një peticion dhe organet përkatëse që kanë për detyrë zbatimin e ligjit duhet t'i marrin përsipër kërkesa sepse ata thonë kërkojmë zbatimin e ligjit miratuar nga parlamenti. Do thotë çfarë vlere ka nëse dalin 1 milion veta sa në Tiranë për krajin? Do ketë frikë ai që ka dorë zgjidhjen e hallit tyre, do i numërojnë nga dritarja dhe do thotë, "Ok, realizova se pas keni shumë njerëz." Në një demokraci nuk ndodh kjo gjë, nuk matet me numra, matet me përmbajtjen e kërkesës, me lishmërinë e kërkesës dhe me mekanizmat e mbrojtjes së kërkesës. Po ju marr rastin tjetër. Ne na ndodh në mënyrë përditshme shohim protesta, po themi është e fundit në rastin e Kuksit. Qytetarët bllokohen për energji elektrike dhe gjenë metodën për të fituar drejtën e tyre. Dhe kush është metoda? Bllokojnë rrugën nacionale. Dhe vetëm kur bllokojnë rrugën nacionale, tërheqin vëmendjen tonë dhe organet përkatëse, shoqëritë përkatëse ju lirojnë dritat. Është po themi një akt publik dhe ata marrin veprimin më skajshëm në dëm të pjesës tjetër thjesht për të fituar një drejtë, të cilën nuk e fitojnë në mënyrë administrative. Çfarë do thotë mënyrë administrative? Sepse vetë keshi ose qezi ose organet e tjera përkatëse pranojnë që thonë 40% e tyre paguajnë, 60% nuk paguajnë. Gjërsa nuk paguajnë 60%, unë heq 100% e tyre. Në një vend ku në mënyrë a priori dikush nga zyra vendos t'i kufizojë lirinë qytetarëve dhe një grupi të madh qytetarësh, në mënyrë automatike këtu në këtë vend mungojnë elementet bazë të mbrojtjes së lirive kushtetuese dhe drejtave civile. Dhe në këtë lloj situate, kur ti nuk ke një sistem politik funksional, nuk ke një sistem shtetëror që i hap dyrë dhe zgjidh problemet qytetarëve, nuk ke një treg mbi baza konkurruese të drejtë dhe nuk ke një media tërësisht profesionale dhe të pavarur, atëherë është normale që shoqëria civile nuk vjen nga UFO. Shoqëria civile është produkt i yni dhe praktikisht ka reflektuar të njëjtën gjë. Madje është pjesë tërësore të mirave të këqijave që ka prodhuar tranzicioni. Kritika që i bën raportet ndërkombëtare, që unë personalisht kam botuar një libër për këtë, është se në vend që të jap modele pozitive, praktikisht ka ecur me politikën dhe i ka interesuar të bashkëjetojë me këtë lloj situate. Mund merrem raste pa fund, ne kemi raste, nuk duhet merrem vetëm me këto që jepen, po themi, ishte rasti referendumit për plerat, është një rast fantastik. Por ne mos merremi me faktin që komisioni organizator mblodhi firmat, po me faktin që firmat u bën pavlefshme se një zyrtar aty vendosi që t'i bëjt pavlefshme dhe t'i shtyj pa fund. Dhe kjo është, po themi, shumë më rënd se gjithçka tjetër, se incidentet e vogla që ndodhin. Sepse njerëzit kuptojnë që kur 50.000 qytetarë formosin, e ka drejt kushtetuese taksative dhe nuk pyet njeri dhe një del një zyrtar çfarë do dhe e refuzon, atëherë thonë njeriu ku do i zgjidh hallet e mia, kush është dera e shtetit që hapet dhe kush është njeriu që mbron. Po arbe.
E them dhe nga eksperienca. Dhe jam sigur që ka si ju po dhe tjera që kanë pas eksperiencë mund ta konfirmojnë që organizimi qytetar është një punë e cila do shumë energji, do shumë pasion, do shumë angazhim njerëzish, kërkon kohë, kërkon angazhim në nivel shumë të madh. Dhe një pjesë e madhe e aktorëve, për fat është deri diku dhe normale, logjike, bën gatshëm ta bëjnë këtë angazhimi nëse gjykojnë që gjasat që kjo ndërmarrje shoqërore, ky angazhim shoqëror të ndodhi janë realisht caktuar, pra mund të ndodhi. Për arsye pse disa njerëz u angazhuan për të mbledh 50.000 firma në rastin më fundit, është sepse besuan që potencialisht masi të mblidheshin 50.000 firma të shkojnë në institucione të caktuara, mundej potencialisht të ndodhte referendumi dhe të ndodhte potencialisht ndryshim i madh. Gjëja që ndodh është që nga mënyra se ajo çfarë ndodhi me referendumin më pas dhe ajo çfarë po ndodh akoma me referendumin, se akoma shpresa është që referendumi të ndodhi, është bërë automatikisht një parandalues, një bllokues për çdo lloj grupimi tjetër shoqëror, i cili për një çështje tjetër mund të mendonte që të ndërmerrte të njëjtën angazhim. Pra të njëjtën kohë, domethënë grupi i atëherë ka punuar 4 muaj, 5 muaj blendi. Ndërkohë që po nga eksperienca mund të them që në vitin 2003 së bashku me një grup tjetër aktivistësh ne shkuam në parlament, ndoshta kemi qenë grupi i parë që kemi shkuar në parlament për t'i kërkuar Komisionit Ekonomist atëherë rritjen e buxhetit për arsimin. Ishim vetëm grupi i parë, komisioni u përgjigj pozitivisht. Një vit më pas, kur ne shkuam përsërit për të përsëritur të njëjtën, një nga anëtarët e komisionit na tha, leje se na keni hap shumë punë. I thash, pse? Sa kemi 6 kërkesa nga 6 grupe të ndryshme për dëgjesa të cilat gjithashtu duan ndryshimet të buxhetit. Pra, fakti që një grup i caktuar shoqëror një vit pati një sukses në të ndryshuar një politikë nëpërmjet një mekanizmi të caktuar, kishte angazhuar grupime të tjera për tentuar për ta bërë këtë punë. Unë besoj që gjëja që ka ndodhur gjatë këtyre 6-7 viteve të fundit ka pas një agjendë specifike, unë besoj të mirë menduar, për të mos i dhënë përgjigje asnjë grupimi shoqëror pavarësisht nga çfarë kërkese ka pasur. Domthonë, qofshin këto minatorët, qofshin këta mund të kthehemi që mbrapsht Covidit 2006 me çështjen e Tecit në Vlorë, çështjen e këtyre petroliferës në Vlorë. Greva e urisë e deputetëve të PS-së në bulevard. Pra ka pas 20 çështje të ndryshme. S'është arrit ndonjë gjë. Dhe unë nuk mbaj mend dot një çështje gjatë këtyre 6-7 viteve, të cilës tjetë organizuar një protest, apo një reagim, apo një peticion, apo një çështje publike, ndaj cilës më pas ketë pas një reagim pozitiv, apo qoftë dhe një negocim, apo qoftë një diskutim, apo qoftë një tentativë për adresuar. Pse nuk kam pasur sukses? Unë besoj sepse ka pas një agjendë specifike nga ana e qeverisë aktuale, që ta bëj këtë punë në mënyrë që mos i hapi derën aktorëve të tjerë për ta bërë të njëjtën gjë. Pra, dhe në rastin konkret, ka shumë gjasa qeverive, po jo, specifikisht kjo, unë besoj që specifikisht kjo qeveri, ndryshe nga tjerat që her pas here dhe ndoshta e kanë bërë një negocim minimal, në rastin specifik këto kanë qenë me politikë zero, pra zero negocim me çdo person i cili ka kërkesa, organizohet për të bërë një protestë apo kërkon një dhe kjo automatikisht ka çuar në këtë mpyrjen masive shoqërore që gjendemi sot. Leoni, shkoj pak në publicitet dhe rikthehemi një me lidhje të drejtë për drejtë nga ambientet e grevës së urisë së përndjekurve me kolegen Elbrina Mile për të kuptuar se çfarë po ndodh në këto momente atje në ditën e 25 të grevës së urisë së përndjekurve dhe më në fund me një reagim nga një organizatë ndërkombëtare si Amnesty International, e cila i ka bërë thirrje qeverisë të dialogojë me grevistët. Pas pak. Jemi rikthyer për të përshëndetur mirë kolegen Mile, mi mbroma Erblina. Çfarë po ndodh aktualisht tek tenda e grevistëve të urisë së përndjekurve? Po, përshëndetje Ilva. Jemi të vendosur pra në ambientet e grevistëve, sot është dita 25, pra që ishte përndjekurit politika në hyrë në një grevurie me disa kërkesa, ku ajo që theksohet më tepër natyrisht është ajo e dëmshpërblimit. Ne kemi kontaktuar pak më parë dhe me koordinatorin e grevës së urisë, zoti Skënder Tufa, i cili na ka shpjeguar paksa se si paraqitet situata e ishte përndjekurve. Thuhet pra dhe duket mjaft qartë që gjendja e tyre shëndetësore është paksa e rënduar
përmendim faktin që edhe 2 ditët e fundit kemi pasur edhe mjaft të reshe intensive të shiut që natyrisht kanë ndikuar në përkeqësimin e shëndetit, duke qenë se ata po e realizojnë pra këtë grevurie në ambiente të hapura. Erblina, ka ndonjë sinjal për ndonjë marrëveshje, për një negociat që mund të jetë duke u zhvilluar, për një mbyllje të grevës? Të paktën gjatë ditës së sotme Ilva nuk ka patur asnjë negociat të tillë për sa i përket mbylljes së grevës. E theksove edhe ti pak më parë pra që Amnesty International i ka bërë thirrje qeverisë pra që të fillojnë negociatat për t'i dhënë fund kësaj greve, të ishte për ndjekurve, megjithatë ende nuk ka asnjë negociat e cila të duket. Madje koordinatori i grevës ka deklaruar që edhe pse ditë më parë kanë ndërhyrë pra edhe diplomat, edhe zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara apo edhe ndërkombëtar të tjerë të cilët kanë kërkuar që të zgjidhet kjo situatë, nuk është parë pra asnjë nisje negociatave për t'i dhënë fund pra grevës së urisë. Gjithçka pra duket se është në vend, nuk ka asnjë lëvizje. Të paktën gjatë ditës së sotme ne jemi interesuar dhe kemi pyetur nëse ka pasur në ndonjë negociat me ndonjë institucion, është deklaruar se nuk ka pasur asnjë lëvizje. Gjithsesi ata kanë ngulin që e vetmi zgjidhje do të ishte pra që kryeministri dhe qeveria të reagonin dhe të plotësonin kërkesat e tyre natyrisht. Faleminderit, Erblina. Nëse ke një informacion tjetër? Po, aktualisht pra janë në grevurie 8 persona, të cilët paraqiten paksa në gjendje të rënduar shëndetësore. Natyrisht është dita 25 dhe është shpjeguar fakti që këta persona vijojnë pra që do janë ende në grevë pasi janë zëvendësuar. Pra janë zëvendësuar me grupe të tjera dhe pikërisht për këtë vijojnë që do janë në grevë edhe pse sot është dita 25. Faleminderit, Erblina. Faleminderit, 25 ditë grevurie, më në fund Amnesty International dhe ndërkombëtar në fakt i kanë bërë thirrje qeverisë të negociojë. A është normale që nuk po negociohet me këtë grup shoqëror që ka këto kërkesa? Jo, absolutisht është normale që nuk negociohet me përndjekurit politik. Se kanë lexuar shkrimin tuaj që grevës i rrezikohet dinjiteti. Po, padyshim, rreth saj që duke reflektuar do momente, po mendoj thojnë që edhe Amnesty International është e vonuar në reagimin e saj në këtë rast. Mendoj që detyrimi minimal i qeverisë, maksimalisht të zgjidh probleme një kanë, po detyrimi minimal i qeverisë ishte të shkonte të kontaktonte me ata. Në fakt, unë kam përshtypjen që ata burrat të denjë të tjerë, ata nuk po i quaj fatkeqinj, kam përshtypjen që përballë shurdhërisë së qeverisë, gati kanë anashkaluar arsyen përse janë dy brenda, pra çështën e dëmshpërblimit, dhe i kërkojnë qeverisë në mënyrë shumë racionale, kjo përshtypje jepet, që zotëri duam të negociojmë. Padyshim atje nuk do shkojë Sali Berisha, por ma kryeministri mund dërgoj një shef kabineti, mund dërgoj një ministër, mund dërgoj ata limin, pra para se të dërgojnë parlament, t'u japi përgjigje opozitës atje, mund të dërgoj atje të flas me ata të përndjekur. Dhe mund të thot atyre atje, direkt, që zotërin të dashur, ne nuk mund të zgjidhim çështjen tuaj, por ama ka shkuar, ka biseduar, ka një pakaluar letërsi, ka një varg shumë bukur Majakovski tek Reme Pantallona. Thot, në zemrën që përvëllohet yjet me ledhatime. Ndërsa këta e kanë veshin shurdhër, kupton? Ata po kërkojnë vetëm kaq. Hajdeni të bisedojmë, dhe nuk po e bëjnë këtë gjë. Ndërsa sa i përket dinjitetit grevës, besoj kam qenë i qartë në atë që dinjiteti i grevës bie kam përshtypjen për shkaqe jashtë grevës. Kapaciteti atyre burrave atje për të menaxhuar, unë mendoj që është i reduktuar, dhe dinjiteti cënohet nga dy palët, cënohet nga padyshim nga mazhoranca e cila ka filluar të godas. Pra, mazhoranca ka krijuar kategorinë e të përndjekurve politik me biografi të keqe dhe kategorinë e të përndjekurve politik me biografi të mirë. E pa dëgjuar kjo, e para e punës, dhe dytë e punës, tendenca e opozitës për ta rekrutuar politikisht grevën, ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por reagimi, aktivizmi kaq i madh i opozitës për një grevë apo për njerëz për të cilët 8 vjet me radhë nuk është kujtuar. Dhe tashmë në një moment caktuar bëhet kaq aktive, në një farë mënyrë mund të justifikojë, dhe në një farë mënyrë opozitën si opozitë, por ama grevës në vetvete nuk ja ruan dinjitetin që kishte në fillim edhe saj. Kresniqi, ka ndonjë problem me mënyrën se si organizua greva, me përmbajtjen e kërkesave që ka, që nuk duket se nuk po arrin dot diçka, dhe si mendon, do arrit diçka?
kjo përpjekje 25 ditore? Unë mendoj që ka 3 element. E para kushtetues. Ata kërkojnë zbatimin e kushtetuesve të ligjit. Dhe një grup që kërkon i drejtohet kryeministit, thotë ju lutem shumë, zbatoni ligjin dhe kushtetutën në vendimin që është marrë për shtresën tonë, është kërkesa më e lishme, më sinqertë dhe më ndëshme që mund të bëjë një kategori në Shqipëri. Dhe një kryeministër dhe një zyrtar i përgjithshëm kushdo qoftë ai, do duhet që minimalisht sapo të artikulojë kjo kërkesë të gjente urat e komunikimit për ta zgjidhur. E dyta është administrative. Këta njerëz janë lodhur nga burokracitë. Ta kanë provuar të gjitha llojet e zyrave, gjitha llojet e reagimeve publike, nominale, konsultime me deputet, me ministri, me gjithçka tjetër, me shoqata, nuk kanë arritur dorë të tërheqin vëmendjen në opinion publik dhe kanë vendosur bën po themi aktin më ekstrem deri që të vendosin jetën e tyre në rrezik. Dhe e treta është morale. PD-ja ka ardhur në pushtet me flamurin e përndjekur politik. Dhe i ngjason atij njeriu që ka hyrë në pemën e pushtetit dhe ka marrë sopadën dhe po pret degët e pushtetit, për shkak se ndjet i sigurt se ka një pemë tjetër që e mban që është në këtë rastin konkret ish kryeministri i majt, meqense si flitet për kryeministrat e opozitës sot. Në një vend normal, kushdo ka të drejtë dhe ka përgjegjësinë, sidomos aktorët politik, të reagojnë ndaj fenomeneve të tilla publike. Dhe unë prisja madje, unë jam kritik nga ana tjetër, jo që opozita ka shfrytzuar. Se nuk ka njëri në Shqipëri që beson që për njëkujt politik do votojnë për Partinë Socialiste, pse u dhanë 3 deklarata në parlament. Unë kam pikpamje krejt tjetër. Ata, duke dashur të mos paragjykohen, janë autocensuruar dhe nuk kanë kryer funksionin e tyre parlamentar. Atyre i kërkuar në mënyrë publike nga një parti parlamentare të mblidhet një seancë urgjente parlamentare dhe një seancë dëgjimore për këtë gjë. Dhe nuk u bashkua dhe as opozita me këtë kërkesë. Atyre i kërkua që organet administrative në Shqipëri të kenë një reagim. Gjysmën e komunave dhe bashkive të Shqipërisë si ka opozita, dhe ata nuk reaguan as në këtë rast. Janë po themi reaksime që nuk lidhen me opozita, lidhen me funksionimin e shtetit ku opozita është pjesë e shtetit. Nëse ne presim, nëse na thot që na dal dikush në media dhe të na thot një ditë që ti ke drejt të reagosh se ti je njëri mirë, dhe ti s'ke drejt të reagosh se për para 10 vjetësh ti ke marrë ca para që të ka takuar dhe ke bërë biznes, kjo është një periudhë që ne kemi menduar që kemi lënë pas vitit 90. Kështu që sjellja e kryeministit është tipike. Për çfarë? Krijon një hendek të madh midis shoqërisë dhe këtyre dhe etiketo. Dhe sot ke vërtet gazetarja tha sot nuk ka zhvillim për greven. Për mua ka zhvillim. Për herë të parë Partia Demokratike në mënyrë zyrtare dolim deklarat shtypi sot në konferencë shtypi dhe janë atemoj me fjalët më tashpra, duke bërë thirrje familjarëve të grevistëve, distanconi nga njerëzit që po ju vdesin në grevë, që është një sjellje e paimagjinueshme në Shqipërinë e NATO-s dhe Shqipërinë që do më hyjë në Bashkimin Evropian. Kush janë zgjidhjet? Këmbgul, zgjidhjet janë parashikuar në sistemin politik dhe kushdo nga sistemi politik mund të prodhojë zgjidhje. Po ju marr një detaj. Me ndërmjetësimin amerikan, grevistët shkuan tek presidenti i Republikës. Po. Unë do prisja dhe do mirëprisja që presidenti i Republikës parashikon të bënte një draft marrëveshje, një draft gentleman marrëveshje, midis ekzekutivit që ka mbyllë sy e vesh dhe përndjekurve që po rrezikojnë jetën e tyre. Dhe për shkak se ka përkrahje ndërkombëtare Bashkimit Evropian dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë jam marrë me negociata nga presidenca dhe e di kur në raste të tilla në mënyrë automatike pranojnë gjithë palët. Dhe zgjidhej kjo gjë me një marrëveshje afatgjatë me klauzola teknike dhe një garant institucional për zgjidhjen e problemet. Ka dhe mekanizma tjerë që mund ta bëjnë të gjë. Keni dëgjuar të flas avokati i popullit në mënyrë institucionale për të gjë dhe në mënyrë po themi reagimi jo vendiatike me telefon. Keni dëgjuar flas komisioneri për diskriminimin që kemi ne. Keni dëgjuar komisionin për drejtat e njeriut që kemi në parlament. Asnjë prej tyre s'ka reaguar. Këto janë institucionet që i paguajmë parat tona për të na mbrojtur në raste të tilla. Secili prej tyre ka të drejtë, ka pushtetin, ka detyrimin dhe përgjegjësinë të propozojë diçka, të negociojë midis palëve dhe të arrihet një marrëveshje. Është e paimagjinueshme. I ka realisht fuqitë avokati i popullit që negociojë? Se nuk e bëri dot presidenti i Republikës. Të propozoj një marrëveshje. Avokati i popullit në rastin e Romëve Pala pranoi marrëveshje sepse e rëndësishme për politikën është që mos t'i toleroj palës opozitare, po kujdo që ndodhet mes, është e gatshme t'i toleroj. Se nuk do toleroj gjë. Do ju thotë do ja paraç që takon pas ligjit. Kaq është. Nuk do ju dhuroj as shtëpia, as prona si gjë. As nuk do i kthej vitet e rinisë që kanë. Jo, majoranca e ka qëndrimi, ja u kam dhënë paratë sipas ligjit. Nuk ju ka dhënë. Jo, pranon që nuk ju ka dhënë. 22 vjet nga 8 këst ju kanë dhënë 1 këst. Dhe ju thonë do prisni 2017 se unë do fitoj një mandat tjetër, do privatizoj Telekom, Alpetrolin, na vin parat nga Amerika, do ndërtojmë ura, rrugë, drita, ndërtesa, stadium, parlament dhe pas tyre para që ngelen do ju kemi në kujdestari dhe ju vendosin një kufi që është absurd. Ju thonë kush është mbi 65 vjeç që merr. E imagjinon njërin prej tyre që ka 25 vjet në burg, i ka humbur të rinia, ka hyrë 17 vjeç, ka 25 vjet në burg. Dhe ne i themi dur edhe 10 vjet, mbushet 67 dhe pastaj ke shans marrësh parat që i takojnë me ligj. Ja ka dhënë ligj, ja ka dhënë parlamenti. Kjo është si dhe absurde. Kurse reagimi me ato ka shumë të drejtë, kolegu.
nëse do ishe menaxhuar jo nga grevistët, ata nuk janë ekspert marrëdhënie publike të marketingut dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, por nga organizatat e drejtave njeriu që veprojnë ne, do kishim reagime masive të Amnesty International, të organizatave të tjera. Unë po themi, po ju falenderoj ju publikisht se ju gjetët rastin ishit në Bruxelles dhe u ngrit si qeshje paktën në ditën e raportit Bashkimit Evropian. Por imagjino që këtë gjë duhet ta bënin ata të cilët paguan dhe flasin emër tonë, dhe flasin emër tyre për një dhe nuk e bëjnë këtë gjë. Qartë. Nëse dhe gazetarët kanë përshtypjen që bëjnë detyrën e vetë të reflektimit fakteve. Ai ishte një fakt që duhej përmendur në ato momente. Kajsiu, po gabojnë dikujt për ndjekurit që duket se nuk po arrin gjë me këtë grevë? Dhe çfarë mund të bëjnë në këtë pikë se dua që ta kapërcejmë pjesën e shpërndekur se kam pyetje të tjera përsa i takon protestave në vite. Jo, nuk po besoj që po gabojnë të përndjekurit politik në këtë rast. Mendoj që qëndrimi i qeverisë është një qëndrim, që mund ta themi është forca e dobësisë, themi. Pavarësisht se po reagojnë fort, po tregojnë fakt një dobësi të madhe. Është një qeveri që mendoj unë është në krizë të thellë legitimiteti, është de facto mendoj e paralizuar. Pra pavarësisht se ne kemi një kryeministër shumë aktiv, shumë zhurmshëm që ndodhet gjithkund, flet etj. Realisht qeverisja sot që flasim është e paralizuar, është e kapur nga një sër pafund grupesh interesi, të cilat luftojnë, secili për të kapur copën e vet. Dhe realisht kjo qeveri e para e ka shumë të vështirë të plotësoj kërkesa nga grupet ndryshme sociale, e dyta ka shumë frikë për atë precedentin që u përmend këtu nga kolegët, sepse ka shumë pak kënaqësi në rritje, sa që një precedent pozitiv, një greve urie, mund shtyj shumë e shumë grupe të tjera sociale të kërkojnë dhe ata pjesën e tyre. Ndërkohë që qeveria vetë është e lodhur duke ndarë pjesën mes grupeve të interesi që e mbajnë pushtet. Flasim për sistemin politiko, mediatiko, biznes e tjerë që për kapjen e shtetit që është përmendur dhe stërpërmendur në shumë studio dhe gazeta. Kështu që në këto kushte opcioni që ka marrë përsipër qeveria është opcioni më i thjeshtë, por dhe i rrezikshëm, të mos bëj asgjë. Dhe duke mos bërë asgjë, të tregoj se është pra e fortë dhe unë nuk bie prej asnjë kërcënimi. Por mendoj që ky është një qëndrim kundërproduktiv sepse mendoj greva e ka arritur suksesin e saj, vetëm po të kemi parasysh që ne po flasim për të, që në media ekziston sensibiliteti dhe pavarësisht se ndoshta aty nuk është mbushur sheshi me qytetarë që përtasin dhe reagojnë, impakti në opinionin publik është dhënë, në ndjeshmërinë qytetare është dhënë. Pra, pikët minus janë marrë. Se sa dhe si kjo mbetet për të parë më. Do ta shohim, Mazniku. Me kë jeni nga panelit dakord, me pjesën që e ka shfrytzuar opozita këtë grevë apo me atë që se ka shfrytzuar mjaftueshëm, siç thotë zoti Krasniqi? Dgjoj, kjo puna e veprimit të opozitës përkatësi grevës është pak si çështja e çauji që dhën gomarit. Sepse pavarësisht çfarë lloj reagimi që të kishte opozita përkatësi grevës, gjasat janë të kishte grupe caktuara, të cilat ta shifshin pozicionin e opozitës si nga njëra anë sigurisht që ka një drejt hipotetike, një grupim që mund të thotë që a mund përdoret politikisht greva, dhe deri diku vetë grevistët janë treguar shumë tentativ për të thënë kjo nuk është grevë politike, kjo nuk është grevë politike, ndërkohë që në fakt nuk ka dot një grevë, ashtu siç edhe Kajsiu që nuk është politike, se çdo kërkesë e cila kërkon që ndryshojë një politikë e caktuar, në një mënyrë ose tjetër është politike. Dhe tentativa për të distancuar nga aktorë politikë. Dhe nga kjo anë unë besoj që opozita ka tentuar të mbajë një distancë caktuar nga greva për t'i lënë atyre paqen e të qenurit një grupim që ka një interes caktuar dhe që do që ky interes të shfaqet ashtu si është i pa dukur se kur ka marrë njolla politike, dhe nga ana tjetër ta ngrejnë ato institucione ku mund ta ngrejnë siç kanë qenë në parlamenti apo tjerët. Unë besoj që nuk është aq ky një rast i tentativës për të parë rolin e opozitës në këtë grevë. Unë besoj që në fund fare është e thjeshtë. Kjo është një çështje e cila ka të bëjë me qeverinë. Kjo është një çështje e cila ka të bëjë me një aktor i cili ka përgjegjësinë dhe detyrën publike të zbatojë ligjet. Ka një ligj të kaluar në parlament i cili i jep këtyre njerëzve një drejtë caktuar. Ky drejt duhet zbatohet, ose nëse nuk është zbatuar, duhet ditë të shpjegohet pse nuk zbatohet dot dhe si mund ndryshohet kjo gjë. Dhe domethënë tentativa për të parë si ke aktorë të tjerë shoqërisë civile, si ke opozita, pse këta nuk janë më aktiv për një çështje e cila unë besoj që ata shkretët që janë grevurie për 25 ditësh kanë bërë maksimumin e tyre. Unë besoj që pavarësisht sigurisht që nuk janë ekspert komunikimit politik, kanë bërë një
unë besoj që nga pikërishtimi njerëzor, nga pikërishtimi i aktivizmit, kanë bërë që sot çështja e tyre të një çështje në gojën e çdo shqiptari, në gojën në shtëpitë të gjithë njerëzve flitet për këtë çështje dhe kanë arritur çështjen e tyre ta bëjnë primare në agjendën e diskutimit publik. Dakor, po, me sensibilizim, jo domosdoshmërisë nuk kuptojmë zgjidhje. Tani, në këtë moment, problemi që kemi neve është me faktin që kemi një aktor nga ana tjetër që është jo racional. Dhe tentativa jonë për ta shpjeguar dhe të kërkuar racionalitet ke gjithë aktorët e tjerë, ndërkohë që kemi një aktor i cili e ka detyrën, qeveria ka detyrën dhe përgjegjësinë të negociojë me të gjithë grupet që kanë kërkesa dhe të shohin nëse kërkesa e tyre është apo jo e arsyeshme. Dhe unë besoj që akoma sot me një logjik thjesht nuk kam dëgjuar akoma një aktor të qeverisë i cili thotë që kërkesa që këto kanë është kërkesë jo ligjore e pa arsyeshme apo e gabuar. Madje unë besoj që kjo dalja e sotshme që u përmendë pak më parë, ku i thuhet që njerëzve të familjes distancohen nga grevistët, është kryekput njësoj si me siguri kërkesa që ish regjimi ka bërë po të njëjtat familje, kur këta ishin në burg që thoshin distancoheni nga këto njerëzit që i ka futur regjimi në burg. Domethënë është praktikisht e njëjta gjuhë e çuar 30 vjet përpara në kohë. Po, Zëvesjan. Jo, desha diçka, mos ta shkëllojmë, të jemi sinqert. Kur themi që opozita e ka shfrytzuar politikisht grevën, dhe kjo është i fakti pa më ushëm. Pra, greva është e infektuar politikisht. Në segmentet saj është qartësisht e infektuar politikisht. Po kur themi që opozita ka shfrytzuar politikisht grevën, ka bërë shumë mirë që e ka shfrytzuar. Këtu në shtot problemi pse ka shfrytzuar politikisht grevën. Këtu problemi shtrohet që nëse ne e ngarkojmë me të drejtë, pra e vendosim në kryq Sali Berishën dhe qeverinë e tij për mos plotësim kërkesave të tyre, imagjinoni ju se sa më shumë agresive, sa më shumë sensibile do të ishte shoqëria sot, nëse opozita nga viti 1997 e deri në vitin 2005 do të kishte bërë për atë shtres, jo aq sa ka bërë Sali Berisha dhe Partia Demokratike, 1/10. Do të kishte legjitimitet 10 herë më shumë sot opozita për ta përdorur politikisht atë grevë. Këtu është problemi i mungesës së sinqeritetit, sjelljes ndaj atyre atje. Pa ne biem dakord të gjithë që qeveria, duke qenë subjekti politik i cili lindi mbi themelet e asaj shtrese, për atë shtres ka bërë minimumin e mundshëm. Imagjinoni sikur opozita e cila nuk ka asnjë lidhje ideologjikisht me atë stres, nga ideologjia politike, sepse po t'i futemi social dhe ekonomike, ata në shumë të majtë se djathë, statusi i tyre ekonomik dhe social është i bret zotit, por imagjinoni e përsëris, sikur opozita kishte bërë minimalisht për ata njerëz atje, se sa më e motivuar do t'ishte shoqëria sot, se sa më e motivuar do t'ishte Partia Socialiste sot për t'i kërkuar llogari qeverisë Sali Berishës, i thoshte mor zotëri dashur tani. Për këta kemi bërë ne që nuk na ka dhënë kurrë votën, na rrëzuan në 90-ën, ju çfarë keni bërë? Nuk e thot dot të gjë. Prandaj është pa sinqert në raport me grevën opozitës. Po Afrim? Jo, dakord, të bashkoj dy mendime vetëm thjesht për korrektesë qytetare, se ndonjëherë i marrim gjërat shablon ndara. Opozitën Partinë Socialiste që ka qenë pushtet 10 vjet. 8 vjet nga 10 vjet kanë qenë kryeministra zoti Fatosnana dhe zoti Ilir Meta. Të dy sot janë pjesë e koalicionit qeveritar. Njërin në mënyrë direkte dhe njërin indirekte. Tani kur flitet për njerëz dhe për akte konkrete nëse kryeministri ka pretendime për opozitën, çka kërkoi partneri i qeverisë? Pse s'ka bërë? Pse ka bërë? Ka kërkuar zoti Meta të negociohet me. E di që ka kërkuar. Ka kërkuar publikisht. Nëse do të mbajmë të logjikë, sa ka qenë zoti Meta në qeverisën e Partisë Socialiste, në qeverisën e Partisë Demokratike dhe unë jam me zotin Meta, janë bërë gjëra për përndjekur, është pa më ushtë. Kështu që s'kemi ça llogari, mund t'i kërkojmë llogarit, lutem zotit Rama, i cili ka qenë 11 vjet në Bashki Tiranës dhe i ka trajtuar të përndjekurit. Se kam me ju, kur i taj bashkë. Jo, s'kemi njëri. Po je du t'i marrim, kur i marrim me talon, unë jam dakord. Zoti Rama absolutisht nuk ditë këtë bërë gjë për përndjekur me përjashtim të refleksioneve vitin 91, ku ka kërkuar lirimin e tyre. Por nuk kam dijeni që kryetari i bashkisë ketë bërë gjë për përndjekurin në Tiranë. Ky që kemi sot. Ndërkohë, të lutem, Mari, edhe unë për çan korrektesë, të shprehen Sali Berisha ka bërë, Sali Berisha nuk ka bërë, është individ, është kryefamiliar, është qytetar i këtij vendi, nuk ka nxjerr para nga xhepi për t'i dhënë kujt dhe nuk ka bërë në ndihmë ligjore të ndihmojë dikë.
Ai ka qenë presidenti i Republikës, kryeministër 8 vjet. Ai ka pas përgjegjësinë ligjore kushtetuese, mandatin, përfaqësimin, votën, besimin, shpresën që do i zgjidh problemet. Dhe nuk i ka zgjidhur. Tani nuk mund themi ne ky zotëria kur ishin atko ju dha ca gjëra. Tani nuk ja ka dhënë po mbyllë gojën se tjerë nuk ju japin asgjë. Jo, jemi vend në NATO, duam ty mbe dhe ne themi vend i standardeve, po kalim në Gjermaninë madje në nivel ekonomik. Me sukses të jashtëzakonshëm, me internet, me Facebook folin diber. Kemi kaluar dhe në Facebook. Si është e mundur që këta njerëz të trajtohen si kafshë? Si mund t'i thuhet njerëzve që kanë bërë 237 vjet burg, janë ata 18 burra aty në grevë. T'ju thuhet që ju jeni kriminal, ju jeni kundër Shqipërisë, kundër integrimit, doni të shkatërroni këtë vend. Kjo është sjellje pa denjë, është fyse për shoqërinë, jo për ata. Ata ka drejt bledi, ata kanë arritur synimin e tyre. Por është shumë fyse për ne dhe është shumë fyse për fëmijët tanë, se ne po rritim fëmijët në këtë vend. E imagjino sot të dalë, po themi thotë, ky se ato në televizion, këta njerëz që po flasin këtu janë kështu, në automatike ne na bën armiq shoqërisë. Dhe na detyrojnë të ikojmë me migrantë, siç kanë ndodhur me 10 njerëz. Kjo është paradoks i madh që ndodh në këtë vend. Dhe ka të bëjë me krigjin e legjimitetit që përmend shumë mirë Bledi, po më marr shembull ilustriv. Në vitin 92-97, kur është bërë shumë për ndjekur, do kam qenë deputet për një periudhë asaj kohe. Kemi pas 36 deputet për ndjekur politik, që kanë qenë burg. Sot kemi 140 deputet, asnjë prej tyre në jetën e tij s'ka qenë burg. Shoqë që s'kan qenë. Pa masë, asnjë s'është për ndjekur. Kemi 14 ministra, asnjë prej tyre nuk ka qenë ndonjëherë në burg. Shoqë që nuk kanë qenë. Kemi 38 zëvendës ministra. Nuk kemi zyra për ta. Po i paguajmë para tona. Asnjë prej tyre nuk kanë qenë në burg. Dhe kur ne i marrim këto shifra, ata njerëz nuk janë përfaqësuar. Ata njerëz nuk kanë ku shkojnë. Ata njerëz janë detyruar të parojnë. Ata ju drejtuan dhe LSI-s, ju drejtuan dhe partisë Çame. Ata thanë na trajtoni si Çame të dhënë, na jepni dhe ne diçka që na takon. Ju drejtuan çdo lloj kategorie në këtë vend. Ju drejtuan shoqërisë civile që në fundit kanë qenë po themi për ndjekur politik, kanë pas kërkesa politike shumë të avancuara që shoqëria civile që është konsideruar deri diku e majt po themi në disa aksione politike. Ata janë drejtuar institucione fetare, Komiteti Musliman, Katolik, Ortodoks, kujdo i kanë thënë o njerëz, ne po vdesim. Ne kemi fëmijët tanë, po na mbyllet jeta, kërkojmë drejtë civile dhe ju lutem shumë na ndihmoni për ta marrë këtë gjë. Çfarë duhet bëjnë ata njerëz? Dhe në vend që të merremi me këtë gjë, merrem me detaje, se pastaj kur unë shoh dy përndjekurit që po vdisnin, e i dërguam në Itali me parë duke kërkuar paranë për Tiranë, dikush kush paguan për të, po unë di ama që Ramizalis, kjo qeveria ka paguar 120 milionë, mirë ka bërë, se nuk jeton më. Po ka qenë udhëhesi i fundit komunist i Shqipërisë. Dhe për këta dy përndjekur, nuk jo vetëm që si pagoi, po sulmoi pse i paguat parat për ta. Arbi, për ta mbyllur këtë argument. Unë e kuptoj se u fol pak përpara dhe u përmend që ka një skepticizëm të përgjithshëm të popullatës mbi klasën politike dhe është deri diku e mirë kuptuar. Ka dhe tentativë për ta shpërndar nga njëherë fajin në mënyrë njësoj mes aktorëve politik. Po nga ana tjetër, teksa ne po bisedojmë pak më shumë çështjen, kuptojmë që edhe në këtë rastin e grevësurisë, po ashtu si pothuajse në çdo rast tjetër, ashtu si rastin e njerëzve paraplegjik të politik, ashtu si rastin e minatorëve, zgjidhjet e problemeve do të jenë zgjedhje politike, të cilat duhet eventualisht të ndërmerren nga aktorë politik. Dhe kur bëjmë dhe në fund fare prapë disi, megjithëse edhe mirë kuptoj faktin që një pjesë e mirë dhe njerëzve që na ndjekin janë të lodhur nga fakti që prapë debati shkon ke politika, roli i opozitës, roli i maxhorancës. Në fund fare, vetëm atje janë institucionet ku zgjidhjet mund të jenë. Dhe deri diku për të kthyer debatin që bëm para një minuti ke roli i maxhorancës dhe roli i opozitës. Maxhoranca sot e ka të qartë. Roli i maxhorancës është të ketë zgjidhje një problem në bazë të një ligji, të ka drejtën të hartoj buxhetin dhe në bazë buxhetit duhet ndaj një sasi parash për këta njerëz sipas dhe ligjit që ka. Ndërkohë që roli i opozitës mbetet ke ai që është pjesa e premtimit politik që mund bëjë. Dhe unë besoj që për të përgjigjur zotit Vasjari për rolin e opozitës në këtë çështje, për herë të parë në programin e Partisë Socialiste të vitit fundit ka një pjesë veçantë për ndjekurit politik dhe ka një grup pune që punon për këtë punë. Kështu që unë besoj ke opozita shpremton mbetet roli që mund të bëjë, se pjesë dhe ç'mund ngrenë në parlament, po buxhetin në parlament tjetër kush e voton? Ja, të përgjigjet pak. Ke një ndryshim Vasjari apo jo? Jo, padyshim që është zhvillim pozitiv, është fakti që ka filluar të mendoj për ta, zhvillim pozitiv, kjo është e pamundur. S'kam i pyetur shikoj bardhë zgjedhje. Të shtoja diçka në këtë ngërç ku jemi, që kemi një qeveri që i ka mbyllur veshët edhe një grup social që është në grevë dhe në vuajtje. Ka një problem mendoj për
jo thjesht të këtij grupi social, po përgjithsisht qeveritë shqiptare dhe natyrisht dhe kjo aktuale si pasojë e krizës së legitimitetit, kanë shumë frikë të negociojnë me grupe sociale. Jo vetëm persekutuarit, klasa punëtore, sindikate e tjerë. Pra strategjia këto 20 vite, pavarësisht ndrimit të qeverive, ka qenë ose kooptimi ose përçarja këtyre grupeve. Pra, për një qeveri dhe kryeministrin është si thua ofendim që një grup social të bëj kërkesë. Gjithmonë duhet shkosh aty si individ. Dhe historikisht janë përçarë që nga sindikata, që nga të persekutuar politik, çdo lloj shoqate që mund të kishte një impakt social. Arsyeja ka qenë sepse sistemi, mendoj unë që kemi ne sot, mund quhet më mirë klientokratik. Pra, ideja është të bëhesh pjesë e një klientele të saktuar. Pra, nëse je i persekutuar, ti mund të marrësh një punë diku dhe aty mbyll gojen për shtresën në përgjithësi. Pra, strategjia politike e forcave në pushtet ka qenë gjithmonë prishja e përfaqësimit të shtresave sociale, fragmentizimi i tyre dhe kooptimi si individ. Dhe kjo është një nga arsyet që ne sot funksionojmë më shumë si individ, secili duke ndjekur hallin e vet, sesa si grupe sociale që flasin me parime të një interesi publik dhe kështu me radhë. Dhe kjo është edhe pasojë e modelit tonë të zhvillimit, pra kjo ka ndodhur 20 vitet e fundit kur them marrim rastin për shembull të sindikatave, sepse ne flasim sot për të persekutuarit politik, por sindikatat janë një nga themelet të shoqërisë civile, si grupe përfaqësuese të shtresave sociale. Sot nuk flitet për drejtat e punëtorëve, se flitet shumë pak. Edhe si pasojë e faktit, sepse modeli i zhvillimit neoliberal që ne kemi është të sjellim investitorët huaj, që çfarë ofrojmë ne këtyre, krenohet dhe kryeministri dhe shumë të tjerë, krahun e lirë të punës. Pra, nuk ka interes për shembull flasim se sa lek marrin ato gra që punojnë nëpër fasoneri, kanë të drejtë të organizohen, në çfarë kushtesh punojnë. Pse? Sepse ne i themi hajde një investitorëve, ne ju afrojmë pa sindikat, pa siguruar, vetëm merreni krahun e punës. Dhe këto janë grupe që mund të kishin impakt goxha, po flasim për sindikatat. Këto janë kooptuar, dikush ka shkuar majtas, dikush djathtas, dikujt është dhënë diçka, dikush ka privatizuar diçka tjetër, dhe kështu është fragmentizuar potencialisht një grupime të ndryshme sociale. Çdo qeveri mund ta ketë interes ta bëjë këtë me këto grupe shoqërore. Pse i ka funksionuar qeverive në Shqipëri kjo gjë? I ka funksionuar ka raste të tjera të ngjashme në vendet postkomuniste që kanë ndodhur? Po, ka ndodhur edhe më të tjera, nuk është Shqipëria. Që i kanë amortizuar sindikata, shoqëri civile. Ka ndodhur. Kjo ndodh, mendoj unë kryesisht unë janë me tezën e modelit të zhvillimit që kemi ne, këtij modeli neoliberal. Ne jemi në një hegemoni ku pothuajse gjithë palët politike pijen dakord që zhvillimi është një shtet i vogël, integrimi në BE është bërë ajo dogma që përsëritet vazhdimisht, dhe ne sot realisht nuk kemi mendime dhe alternativa të ndryshme zhvillimi. Pra ato dyja palët thjesht kontestojnë njëra tjetrën për zbatimin e modelit, po modeli është i njëjtë. Nuk kemi për shembull diskutime, flasim për politika sociale ose politika që mund të krijojnë grupe, sepse si do krijojnë këto grupe sociale? Do krijojnë rreth politikave, nuk lindin nga hiçi. Flasim për shembull për problemin. Po politikat kush duhet i përfaqësoj? Grupimet ndryshme që janë në politikë? Kjo është e ndërthurur. Po s'patë një shoqëri politike s'mund të kesh asnjë shoqëri civile. Me shoqëri politike nuk kuptoj shoqëri të politizuar PDPS, kush e mori vendin e punës në këtë shkollë, kush e mori aty. Po shoqëri politike në kuptimin e politikave. Më konkretisht, nëse flasim për drejtat e grave etj. Natyrisht ne flasim për dhunën familje, për dhunën ndaj grave. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme. Po është dhe dimensioni ekonomik. Papunësia ndër gratë është më e lartë. Po që një grua të futet në sektorin e punësimit duhet të ketë dhe një çerdhe, duhet të ketë dhe një ndihmë, pra që ato fëmijë ti mbaj. Duhet ta ndihmojnë ndoshta edhe shteti, por këto janë gjithë politika që kërkojnë më shumë para për një shtresë sociale. Po shteti ynë në momentin aktual askush është gati të shpenzojë më shumë. Askush nuk është gati të shpenzojë për këto shtresa sociale, sepse parat o do bëhen për rrugën për fushatën elektorale, ose shteti është futur në borxh si pasojë e deficitit shumë të madh tregtar dhe duhet laj borxhet që ka me të tretë. Kështu që këtu nuk ekzistojnë politika sociale rreth të cilave mund të krijoheshin këto grupime sociale. Ashtu sikurse sindikatat do krijoheshin nëse do kishte realisht prioritet punësimi dhe kushtet e punës. Po kjo nuk është pjesë e problematikës politike për cilën debatohet sot. Dhe nëse i ngren këto, është shumë e vështirë të ngjesh mbështetje si nga faktori ndërkombëtar, qoftë kjo Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, qoftë dhe Bashkimi Evropian. Sepse shikoni që ndodhen vende si Greqia tani, ajo që i thuhet qeverisë shqiptare vazhdimisht, vetëm shkurto. Kështu që në këto kushte bëhet e vështirë krijimi i grupimeve sociale. Faleminderit për këtë pjesë, do të shkoj sërish në publicitet dhe do të rikthehem për të diskutuar pak çështjen e Durrësit, e 18 vjeçares së masakruar Aishe Vata, e cila ishte gjithashtu shtatzan nga një 82 vjeçar, dhe për të parë mungesën e solidaritetit apo një solidaritet të vogël që vure në Tiranë mbasi familja refuzoi ta varroste.
kokën e gjetur veçmas nga trupi. Pas pak. Jemi rikthyer për të debatuar mbi aktivizmin politik, mbi reagimin e shoqërisë për një çështje në fakt që e prezantova pak më herët, për një vrasje makabër të një adoleshenteje e pambrojtur, jo vetëm nga familja e saj, por me sa duket edhe pas vdekjes e pambrojtur gjithashtu. Lambi Kallço është në Durrës, e ka ndjekur këtë çështje. Mi mbrëma Lambi. Çfarë reagimi ka Durrësi? Jam shumë kurioze ta di. A janë të revoltuar, të indinjuar? Si e kanë përcjellë këtë ngjarje? Në fakt ka qenë një ngjarje e cila ka pasur një rezonancë shumë të gjerë, jo vetëm për Durrësin, por ka pasur një rezonancë kombëtare për vetë formën e saj ekstreme që është paraqitur, për vetë faktin se kemi të bëjmë me një ngjarje e cila ditë pas dite ka nxjerrë të dhëna me të vërtetë natyrës horror, ka nxjerrë probleme të mpreta që ka shoqëria shqiptare, ka nxjerrë probleme që kanë bëjnë me familjen, me shoqërinë, por dhe me sistemin e drejtësisë në këtë vend. Pasi nëse do të analizojmë gjithçka në embrion, atëherë gjithçka lind nga dhuna, nga mungesa e drejtave për vajzat dhe femrat, lind nga ato raste të shumta që pak sensibilizohen të përditshme të dhunës në familje, sidomos në e femrës, por që marrin sensibilitet sidomos në raste të tilla siç ishte rasti i ngjarjes së fundit, e cila natyrisht pati një sensibilitet më tepër në sensin mediatik, por dhe në sensin si themi më të ngushtë të bisedave në familje, të bisedave shoqërore, të një sensibilizimit përgjithshëm mediatik, por mungon ajo lloj lëvizje qytetare, lloj lëvizje e cila është karakteristike në vende më të zhvilluara, më të civilizuara, pra një reagim më i fortë i shoqërisë civile. Shumë kollaj njerëzit në këtë vend mblidhen për aktivitete partish, për mitingje dhe pak reagojnë në lidhje me ngjarje të tilla ekstreme, siç ishte ky rast ku një 18 vjeçare humbet jetën në mënyrë më tragjike, madje ajo e ka humbur në një farë mënyre jetën e saj që në momentin që është dhunuar, që në momentin që është gjendur e pambrojtur, që në momentin që është shfrytzuar, pra është një histori e cila nxjerr një problematikë të madhe shoqërisë shqiptare. Natyrisht sot në Durrës, siç e shikoni dhe nga pamjet filmike, ka pasur një reagim, është konsideruar lëvizje qytetare, por në fakt nëse shikojmë me kujdes ka qenë një organizim i disa shoqatave, madje duhen përgëzuar dhe për atë që kanë bërë në mënyrë simbolike, një grush njerëz të cilët kanë përkujtuar të vajzë, kanë treguar që duhet më tepër respekt të paktën për viktimën. Imagjinoni, është një situatë e cila mund të ndodhë vetëm në këtë vend ku dhe familja rezervon të hap dyert e mortit mbas 2 ditësh, ku diskutohet nëse do të varroset koka apo jo. Pra janë probleme mjaft të mpreta, të cilat natyrisht do donin studiet tjera televizive, ose më saktë do donin emisionet tjera televizive për të diskutuar më gjatë, por Ilva do të marr vetëm një shembull konkret. Vetëm në këtë vend ndodh kur një femër, një grua, një nën, një femër keq trajtohet, dhunohet, dhe nëse shikoni me kujdes, dhe kur janë forma ekstreme, kur kemi vrasje për çështje nga më ndryshmet, qoftë xhelozie, qoftë të natyrave tjera, dënimet janë me të vërtetë simbolike. Unë di raste në Durrës ku ka pasur vrasje, është vrarë në familje dhe autori i vrasjes nuk është dënuar, pavarësisht nga rrethanat, nga lidhjet parafisnore apo rrethana tjera, nuk është dënuar më shumë se 5 vjet. Pra është një problematikë e cila i ka rrënje të ngula fort në familje, në shoqërinë, por dhe në sistemin tonë të drejtësisë. Faleminderit Lambi. Do doja ta sillja edhe për panelin në vëmendje. Para pak disa, nuk më kujtohet vend diku në Britaninë e Madhe, një vajzë 5 e mitur u rrëmbye nga dikush, i gjithë qyteti është ngritur në këmbë gjatë gjithë natës, ditës, kërkonte trupin e saj, kërkonte ku ishte vajza. Ishte një ngjarje pa zakon, gjithë televizionet ishin të angazhuara drejt për drejti për ta paraqitur, dhe vullnetarët që kishin dalë për kërkuar trupin e saj nuk mund ta besonin pastaj lajmin kur vajza në fakt u gjet e vdekur. Një rast i tillë, vetëm që nuk ka ndodhur në Durrës apo në raste të tjera, por edhe kur gjendet koka, siç ishte rasti i fatkeqëses së Aisha, familja nuk pranon që ta varros. Arben Manaj ka bërë sot një editorial që do doja ta ndanim dhe me teleshikuesit. Kam shkëputur një fragment të shkurtër me titull Mos solidariteti i çuditshëm i bashkëvuajtësve. Ja çfarë evidenton ai. Shurdhëria ullëritëse e saj e intelektualëve,
simboleve të gjalla të shoqërisë, aq edhe e nën intelektualëve të tjerë poshtë e pas tyre, është epitomia e shumë tipareve dhe deformimeve të shëmtuara të shoqërisë sonë, dukshëm as pak europiane nën konstitucionin shpirtëror. Ajo që vret më shumë është heshtja jo vetëm e atyre që jetuan jashtë mureve të burgjeve simbol dhe internimit gjatë viteve të regjimit të kaluar, por më shumë, çuditërisht, edhe e atyre që kanë bashkëvuajtur me grevistët e URIS. Shumë prej tyre, sot e kanë zënë nga një cep pëllumbash dhe po kompensojnë mangësitë e jetës së tyre nën paprivilegj. Nuk i gjykoj për këtë, dhe padyshim, ata kanë prioritete dhe nevojë për shumë domosdoshmëri materiale në jetën e vështirë të Shqipërisë. Por nuk mund të mos habitëm me neglizhencën dhe inaktivitetin e shumicës së tyre, mos solidaritetin me ata që kanë ndarë të njëjtat vuajtje dhe deprivime nën komunizëm. Me solidaritet apo jo, po sa impakt ka shoqëria civile apo intelektualët në Shqipëri, zoti Kresniqi? Unë fakt i marr dy rastet e mënyrë simbolike të ndara. Domethënë edhe komenti ka bënë me grevën e përndjekur dhe ne folëm. Rasti Durrës është rast tragjik. Nëse ju krahasoni me rastin britanik, atje ndodh rrallë dhe prandaj është lajm media. Ktu na ka ndodhur për një muaj pat në 12 raste. Dhe ky është gjëja, po themi, që unë thash fillim, është një krizë e thellë në familje, në kulturën demokratike, në funksionimin e shoqërisë dhe në perceptimin publik ndaj vrasjes duke parë si diçka të përditshme. Ne çdo ditë hapim mëngjes kanale televizive dhe çdo ditë fillojmë të shohim titrat e para për të vrarë, për aksidente, për njerëz që vriten, pse i tha pronari legalit, mbyllim legalin se të shkojnë në shtëpi. Domethënë janë sjellje absurde që kanë bërë një krizë të thellë vlerash morale, përfaqësimi etj dhe sidomos një krizë në tradicion. Këta fëmijë të vitit 90, këta njerëz që ne i kemi rritur në atë kohë në rrëmujës madhe, kur njerëzit morën armët, kur pranë situata absurde në Shqipëri. Këta njerëz janë rritur dhe këta njerëz të lloj formim kanë pasur. Dhe pjesa më e madhe e tyre përballen me përgjegjësi publike dhe nuk janë përgatitur për përgjegjësi publike. Dhe prandaj ne shohim që prindrit tanë, edukata e prindrit tanë, po themi brezi i vjetër, ka diferencë ekstreme me edukatën dhe përgjegjësinë e brezave të sotëm, sepse ata kanë jetuar në kushte të tjera, në rrethana të tjera, me edukatë dhe përgjegjësi tjetër, gjë që nuk e kanë të sot. Por unë nuk e marr këtë si, po themi, edhe si një përgjegjësi ekstreme publike. Ju marra, po bëj avokatën e djallit. Unë e përjetoj situatën në mënyrë si çdo familje shqiptare. Në rastin që ndodh, është fatkeqësi me gjitha kuptimet e fjalës, shumë fishe. Por çfarë pres unë të ngjarja e Durrësit? Unë pres që kemi shtet që i paguajmë me para. Kemi polici që i paguajmë me para. 37 policë rrinë 24 orë për të ruajtur ata 8 burrat e grevesurisë mos takojnë kryetarin e greves të gazetarët. Dhe në Durrës nuk u gjet një polic për të hetuar këtë zotërinë që kishte bërë 90 burg dhe ishte akuzuar për 4-5 raste të tilla të njëjta. Dhe ky zotëria kishte edhe armën në shtëpi, kishte edhe mjetet e tjera kriminale. Dhe unë ndodha aty dhe vazhdoi 3-4 ditë horrori, po themin, pranitë e organeve. Ne patëm rastin e Pukës, të njëjtën gjë. Ku njerëzit që u vranë, lajmëruan shefin e komisariatit dhe shefi i tha, "Po ju qelluan na thuaj." Kur ata morën telefon u vranë praktikisht. Unë është një përgjegjësi e organeve që kanë për detyrë ta bëjnë gjë. E supozojmë që do dalte gjithë Durrësi në protestë. Kundër kujt? Kundër policisë, kundër rastit tragjik, kundër vetvetes. Mund të dali për solidarizim, mund të dali për të mbështetur, mund të dali për të ngushëlluar, mund të dali për ka shumë arsye për të. Solidariteti si shprehet. Unë për shembull është normale, vdekja nuk ka krahasim, por është 2 herë tragjike fakti që ka ndodhur edhe në rrethana ku ka ndodhur dhe për rrethanën familjen e tyre. Është një familje me fëmijë jetim, me 100 halle, me probleme, nga familjet e lëvizjeve të tranzicionit. Ku të përplasin këta njerëz? Ku ta kërkojnë të drejtën e tyre? Kjo vajzë që nuk jeton me dhe ishte në shkollë dhe kishte një ambient shkollor, mësues, edukat fetare etj, kush i hapi derën për të dëgjuar? Ku pati një psikolog nga ata që paguajmë ne me ligj mina nëpër shkolla për të hapur zemrën dhe për të thënë kam të hall? Nuk pati, i pati të gjitha dyert e mbyllura, ishte viktimë e lindur për qenë viktimë e sistemit për këtë lloj sistemi që funksionon sot në shoqërinë shqiptare. Dhe ky është problemi madhor. Nuk është problemi na ndodhi Durrësit dhe s'do ndodh më. Do na ndodhin çdo ditë fatkeqësisht. Dhe ne mësimi që ne marrim të rastë është e para, ja ku jemi, mos gënjejmë veten, dhe e dyta truajmë fëmijët tanë, se nuk di çfarë prodhojmë. Nuk di ç'prodhon shkolla, nuk di ç'prodhon shoqëria, nuk veprojnë. Unë përmenda që para komitetet fetare nuk veprojnë. Ne për këtë i duam komitetet fetare, besimin e brendshëm dhe edukatën për njerëzit, për brezat. Ju morët rastin britanik. Unë do prisja, po themi, që komiteti fetar për katës në Durrës të bënte një ceremoni fetare denjë për t'i dhënë dinjitet një njeriu që shkoi me tërësisht e pafajshme viktime e këtij lloji sistemi, për t'i dhënë një dinjitet që nuk ja dha ndoshta as rrethi familjar dhe njerëz të tjerë. Domthonë janë një sër fenomenesh të cilat nuk arrin dot t'i themi as me 2 fjali dhe as me një rast të veçuar. Zoti Vasiari, mungesa e solidaritetit, si e shpjegoni?
Nëse marrin mirë qenë dhe mendoni që nuk ka solidaritet. Shiko, unë së pari mendoj që është gjë me thjesht në botë që ta lyesh të vend në bojë të zezë. Nuk kam i prirur unë ta bëj të gjë. Është shumë e kollajt që publiku të ta provojë të tund kokën kur flet për halle, për drama, për tragjedi, të cilat realisht konsumohen në këtë vend. Veçanërisht këto konsumohen shumë të tilla. Por ka përshtypjen që duke lyer me të zezë gjithçka, duke paraqitur këtë vend si një ferr, duke paraqitur të shoqërisë si shoqëri talibanësh që vret gra, nuk ndihmojmë askënd dhe kam përshtypjen që nuk themi gjëra realisht vërteta, i maskojmë të vërtetat. Rasti i Aishës fatkeqe është makabër në vetvete, por rrogu brenda një problem të madh social, kulturor, të cilin ne nuk mund ta kritikojmë gjithë ditën. Jo, po problemi është i zi. Mund ta anatemojmë. Po piturojmë ne të zi, po. Problemi çfarë ngjyre ka sipër? Ne mund ta anatemojmë gjithë ditën. Dhe është shumë kollaj, Ilva, që ne të ngrem paralele me Britaninë e Madhe. Po kam përshtypjen që bëjmë qesharak, nëse ne ngrem paralel me Britaninë e Madhe. Bëjmë qesharak që një qytet u ngrit në këmbë dhe një qytet këtu fjeti gjumë gjithë natën dhe nuk e bovon fare për kokën e Aishës? Shiko, bëjmë qesharak nëse ne përpiqemi të spekulojmë me dhimbjen, të spekulojmë me një dramë dhe të ngrem paralel me Britaninë e Madhe. Nëse doni të i bëjmë të gjitha paralelet me Britaninë e Madhe, mund të i bëjmë të gjitha sot, por nuk dalin mirë. Jo, i bëjmë me Gjermaninë si i kemi dhe për Merak. Ne duhet të ndërtojmë paralelet realisht me një shoqëri si shoqëria shqiptare, me një shoqëri e cila vërtet feston 100 vjetorin e pavarësisë, por është një shoqëri e cila ka jetuar në liri, pavarësisht një konvencion në vështrimin tim që ka dhe s'ka vlerë, një shoqëri që ka jetuar në liri vetëm 20 vjet. Është shumë e thjeshtë që ne të spekulojmë, të flasim për makabritetin e asaj ngjarje, por nuk mendoj që është realiste, nuk mendoj që është produktive të themi që këtu është gjithçka një tragjedi. Nuk besoj se është kështu. Rasti i vajzës në Durrës është padyshim makabër, është padyshim një tragjedi. Tani, kë do të akuzojmë? Do të akuzojmë shtetin, padyshim ka përgjegjësitë e tij. Apo do të akuzojmë familjen, e cila për standardet caktuara morale nuk pranon të marrë kokën e vajzës. Por ai prind, nuk është i vetmi prind që mund të mendojë ashtu. Sa raste të tilla kemi ndeshur ne përgjatë këtyre viteve ku prindit për shkak se vajza ka një histori dashurie e vrasin. Ç'duhet të themi tani? Kjo është shoqëria shqiptare. Kjo është shoqëria shqiptare. Të dorëzohemi domethënë? Jo, nuk është çështje të dorëzohemi. Po ngjem duart lart me kjo shoqëria. Nuk është të dorëzohemi, çështja është që mos të bëjmë sikur ne zbresim nga Marsi dhe po shikojmë një realitet i cili nuk na ka qenë i tillë dhe tani po zbulojmë. Është Jo, s'ka mbaruar. Jo, mbarova, s'ka mbaruar. Po, Arbi, se u duktur duhet merrë fjalën dhe u ndërprer. Po, për te diskutimit nëse kjo është një situatë e re apo e vjetër. Unë besoj që një shoqëri tregon sa e shëndetshme është nga mënyra si trajton më dobët brenda saj. Për fat keq unë besoj që ky nuk është një rast i cili ka të bëjë me, historia në fjalë është makabre. Për fat keq nuk është e vetmja, është disata herë e ndodhur gjatë këtyre vetëm ndoshta brenda vetëm vitin e fundit. Është disati rast vrasje ose përdhunimi që kuptojmë që në një moshë të vogël. Unë besoj që nuk është një çështje thjeshtësisht gjinore që ka të bëjë vetëm me gratë. Ka të bëjë me faktin se si shoqëria trajton njerëzit të cilët janë të pambrojtur, janë më dobtit e vet. Dhe unë besoj që rasti konkret kemi të bëjmë me se si një person i cili ke ai rrethi i shëmtuar është dukur si një person i cili s'ka pasur mbrojtje, ka qenë dobët. Dhe fakti që kuptojnë që gjën ngjashme dorë dhe me të motrën. Unë besoj që ka një problem social i cili duhet adresuar. Ka një problem institucional dhe ka një problem social. Problemi social ka të bëjë me faktin që ne kemi humbur ato shisa shoqërore, të cilat duhet të reagonin përpara ditës ku vajzat vdiste dhe në mënyra aq makabre. Pra, nuk do të treguar
nëse ne ishim shoqëri e shëndetshme ke fakti që të kishte dalë gjithë Xhavzotaj dhe të kërkonte kokën e vajzës, vetëm kjo është në vetvete është makabre. Duhet të reaguar shoqëria në mënyrë që të mos ndodhte, mos vinte fakti deri këtu. Fakti që të paktën raportimet në media tregojnë që kemi pas të bëjmë me një person i cili ka abuzuar me shumë njerëz në atë komunitet, dhe fakti që shoqëria nuk ka reaguar për këtë pjesë është një gjë që ne duhet na ngrej disa. Si mund të reagojë shoqëria? Arbi, se do doja shumë ta marrim konkret bisedën. Çfarë do bënte shoqëria? Kujt i shoqëria se ç'ndodh ke shtëpia e 82 vjeçare apo ke shtëpia e Nuk është vërtet. Jo, ke shoqëritë tona, dëgjoj, problemi është shumë. Ke shoqëritë tona nuk ndodh kjo që ndodhte atje dhe nuk e dinin njerëzit. Gjëja që ne sot po kuptojmë, paktën nga reagimi mediatik, është që komuniteti dinte gjëra që ndodhin. Dinte që e motra ishte kthyer për këtë rast, dinte që kishte ndodhur, pra përveç një pjese të aktorëve vetë, pra familjeve respektive, unë besoj që ne kemi arritur kjo pika që ne nuk merrem me këtë punë, le të ndodhi atje, ne vetëm flasim për këtë çështje. Pra, ka një pjesë shoqërore që nëse do kishte ndodhur me qenë timore paralelizëm në Anglisë, nëse do kishte ndodhur një gjë e tillë me Anglinë, nëse në një komunitet në Angli do kishte pasur një person i cili e bënte këtë punë në mënyrë repetitive, gjasa do ishin që komuniteti do e kishte ndaluar, do kishte bërë në amnezike policia që ky personi është i rrezik për shoqërinë. Që t'ishte arrestuar, t'ishte mbajtur pra ky duhet të jetë tu, do të arrestohet, duhet të mbyllet, duhet të shkojë gjykundi. Në Angli, jo vetëm në Angli, po megjithëse përmend Anglinë, po. Jo, ishte rasti i freskët, më kujtua para një jave, ishte gjithë qyteti në kërkim të vajzës. Nëse ka një person një lagje, i cili është dënuar një herë për një problematik caktuar, kërkohet nga komuniteti që policia ta shohë atë me lup gjithkohës. Dhe kanë problem që e kanë ke lagja. Domethënë, pra, kjo është pjesa sociale. Dhe pjesa tjetër është pjesa institucionale, që sigurisht që një ndër gjërat që mund të bënte komuniteti është ti fliste atij që është se di si quhen tash i plotfuqishëm i lagjes, domethënë personi i cili personi oficeri i policisë i cili ndjek lagje. Sigurisht që punonjësit socialë që mbulojnë zonën duheshin. Sigurisht që komunitetet fetare respektive duhet. Po mos bëjmë më katolik se papa. Shkon tani ke punonjës social i thua po më përdunon vajzën, ky plaku, nuk ekzistojnë raste të tilla. Të shkosh tani te punonjësi social, ekziston ky besim në shoqëri? Kemi ne këto marrëdhënie? Se tani mos bëhemi se kjo familja që ka zbrit nga Kuksi para ca vite shkon ke punonjësi social që rrezik nuk e di fare që ka punonjës social. Dhe po i thotë shikoj se kam një 82 vjeçar që i bie më qaf vajzave të mia. Zgjidhjet janë këto. O familja nëse mundet do zgjidhte vetë. Dhe nëse do kishte qenë do merrte pushkën se dhe familja si do e zgjidhte. A, opsioni B do e zgjidhte me shtetin, me ligjin, me policin. Opsioni C, komuniteti do të angazhohej për ta zgjidhur çështjen në mënyrë komunitare, dhe do ishte një formë më e madhe e angazhimit. Dhe opsioni C do ishte një version me disa shkallë institucionale. Problemi që jemi ne është që ne asnjë nga shkallët e mundshme, as institucionale, as ato shoqërore nuk i kemi, dhe në momentin që ka njerëz që janë dobët, pra që nuk mund ta zgjidhin vetë, atëherë këta janë viktima, janë automatikisht viktima. Dhe kjo është kriza shoqërore që ne kemi. Kjo është nevoja që ne kemi për të diskutuar, a mund ngrejmë neve, të fillojmë të ngrejmë disa institucione në mënyrë që të më dobtit mes nesh mos të bëhen vazhdimisht viktima të predatorëve të radhës, i cili në rastin specifik është predator seksual, po kemi si këto ekonomik, predator, domethënë të ndryshëm, të forcës, të pronës, pra kemi predatorë të ndryshëm cilët gjithmonë pushtojnë ata që janë më të vegjël mes nesh. Debati që ne duhet të bëjmë më doptit. A kemi nevojë që ne që të kemi një debat shumë thellë me mënyrën se si mund krijojmë institucione që pa rrezikuar që e lyejmë me zezë gjithçka. Unë kam përshtypjen që në pjesën e parë Vasjari na tha mos ta lyjmë me zezë, në pjesën e dytë i futi një zezë, tha që kjo shoqëria shqiptare që ta pranojmë kështu zezë si është dhe të jetojmë aty mbrenda. Jo, vojnë më lër ta përdor unë në rastin tim dhe nuk e bëra një gjë të tillë. Arsyetimi im është i thjeshtë për sjell një shembull, sepse zoti Mazniku thotë që shoqëria duhet të reagonte dhe ky është dhe unë jam dakord që duhet të reagonte. Dhe zoti Mazniku thotë që nuk duhet ndodhte kjo nëse do të reagonte shoqëria dhe duhet të reagonte. Ja do them që Breivik vrau 80 veta. Dije në gjithë komunitetin përjetën e tij naziste. Ndodhi. Tani ne nuk mundet për raste të tilla të anatemojmë një shoqëri të gjithë. Padyshim ne mund të themi që para një muaji ka ndodhur rasti nazimes që vrau predatorin e vet. Raste makabre ndodhin.
Në Shqipëri mund ndodhin më shumë, sepse shoqëria shqiptare është një shoqëri në depresion, një shoqëri me një tranzicion gjatë, me halle, me probleme, është e kuptueshme. Unë nuk jam i prirur që këtë shoqëri ta bëj si një shoqëri talibanësh, ku këtu ndodhin vetëm krime, vrasje, nuk është kështu, nuk është realisht kështu. Nëse duam ta vizatojmë politikisht, e vizatojmë gjithë ditën. I vendosim një kryqëzi, themi ky vend nuk bën. Nuk është kështu. Nuk është kështu. Unë dua të theksoj dimensionin gjinor të kësaj fenomeni, se nuk është i vetmi. Dhe mendoj që nuk ka nevojë të debatojmë ka apo s'ka dhunë ndaj grave, ka shumë dhunë. Ky është një disa të raste thanë dhe zotërinjt këtu. Ka një problem të madh. Dhe nuk mendoj thjesht që është problem, duhet apo jo të kemi debat për këtë, se kjo është nonsens. Natyrisht që duhet të kemi debat dhe ne po debatojmë. Ndryshimi me Anglinë, përveç faktit që ai ishte fëmijë 5 vjeç, këtu kemi 18 dhe kur është fëmijë gjithmonë është më sensitive në çdo shoqëri, ka një diferencë, është edhe dimensioni i shtetit. Pra këtu dhe një herë kemi mungesën e shtetit që qytetarët ne e themi për ditë. Pra te ne dihet, fatkeqësia më e madhe në Shqipëri është që është qytetari i thjeshtë. Qytetari i thjeshtë keq trajtohet. Pra shkon polici, nuk merr seriozisht. Nëse e dikush i rëndësishëm, person publik siç jemi ne këtu, kem pak më shumë shanse. Sa më lart, pra nuk kemi zbatim të ligjit të barabartë. Pra ne nuk kemi të barabartë para ligjit, e para. E dyta, çfarë duhet bë konkretisht? Pse ndodhin këto gjëra? Këto gjëra ndodhin sepse ne në këtë model zhvillimi që kemi, pa ju rikthyer atyre që kam thënë, shteti është tërhequr realisht. Pra sistemi si funksionon, ai sistemi klientokratik favorizon meshkujt përballë femrave. Çfarë do të them me këtë? Që sot gjesh një punë duhet njofësh dikë që është i lidhur me dikë që punon diku, ose ti je pjesë e një partie, ose kësaj partie ndaç nivel lokal, ndaç nivel qendror. Në këtë aspekt duhet futesh në këtë sistem klientokratik që është kryesisht sistem mashkullor, sepse muhabetet e punës bëhen kafe. Femra ka më pak hapësirë me dalë në kafe se mashkulli. Mashkulli është më i lidhur. Kështu që kjo krijon një varësi mashkull-femër, sidomos në zonat periferike, ku këto femra janë realisht abandonuara në kuptimin e punësimit, në kuptimin e të ardhurave, dhe nëse ti s'ke, se ne mund të flasim përveç kulturës dhunës maskilise, sepse ky sistem klientokratik është dhe patriarkal. Në krye ke babain, po marrim Berishën si, edhe poshtë është sistemi me baballarët e tjerë. Dhe ky krijon një varësi të femrës ndaj një mashkulli, qoftë dhe ekonomike. Më konkretisht, kjo është mungesa e atij quhet shteti social, që është një koncept më i majt, dhe Britania shumë më majt se ne në këtë aspekt. Shteti social është më i fuqishëm në Britani. Ne marrim Adam Smithin, por nuk është Adam Smith në Britani. Ajo laissez-faire. Ajo që ndodh në Britani është që në rastet e dhunimit ke qendra trajnimi, ke qendra strehimi, këto duan gjithë para. Ne nuk mund të themi që kemi problem me dhunimin e grave në familje dhe pastaj ti s'ke lek ti ndihmosh këta. Ajo do shkojë do jetoj po me burrin, sepse s'ndahet dot. Atëherë çfarë flasim ne bëjmë propagandë këtu? Po kjo do lek, apo nëse lekët unë i fus fushat ose do bëj rrugën që të fitoj zgjedhjet, normal që s'do ketë lek për këtë kategori. Si s'ka lek as për përsekutimit politik, sepse leku do shkoj për reklam një media, sepse unë te kjo media do mbështesi që të fitoj zgjedhjet. Pra ti ke dhunë familje, po sa kemi në qendra për strehimin e grave, sa kemi mundësi punësimi, sa mbështetje financiare marrin këto, se me se do jetojnë këto. Pa llogarit faktin që kur shkon një femër denoncoj, me kë përballet aty. Normalisht mirë duhet të kishe një femër tjetër, merrin punë dikush që ja kupton hallin. Mos tjetë një mashkull tjetër që është shoku i burrit që e rreth. Kam vetëm një koment të kjo nuk kupton, për ta thënë më teorikisht, që duhet ketë një shtet social që t'i shërbej këtyre shtresave që kanë probleme. Dhe shteti social është më i domosdoshëm në Shqipëri se sa që është në Britani, sepse tranzicioni në Shqipëri është më i tronditës dhe më problematik se sa në Britani. Dhe nuk është thjesht problem komuniteti, siç po thotë, se ne po ja çojmë gjitha komunitetit. Po shtetin do ta ndërtojmë ndonjëherë nëse normal, për sa kohë do kesh shtet, do kesh sistem. Jo, po ideja arbi domosdoshmë ishte që nga presioni që mund vi prej komunitetit do ndërtohen, do funksionojnë strukturat. Në rastin konkret ky komunitet si funksionon komuniteti, se ne na kanë ndodhur disa raste të dobësisë shtetit, siç u vradha ai komisari i policisë. Natyrisht në komunitet dihen gjithë këto persona problematik, po këto kryesisht o janë të lidhur politikisht, o janë të lidhur me një autoritet lokal. Pra vetë komuniteti është i koptuar, sepse unë punoj diku me ty, pra gjithë jemi të kapur me njëri tjetrin, sepse kjo është pjesë edhe e varfërisë. Po s'pati një ndërhyrje nga jashtë, shpesh komuniteti ka tendencë të fshehi problemet, jo t'i hapi ato. Në komunitete ndodhin shumë probleme, jo vetëm për dhunime, mund ndodhin edhe vetë vrasje adoleshentësh, fëmijësh e tjerë që thjesht mbyllen nga sepse është problemi i turpit. Se pastaj gjitha delin media, dalin ato të palarat e familjes. Pra, për komunitetin në shumë e vështirë, sidomos të shkoj media aty edhe kryqi komunitetit normal që tenton ta mbylli problemin. Pikërisht prandaj duhet përkraja sociale, prandaj duhet venduria e shtetit.
që ti të kesh një rrugdalje nga aty ku je. Po, Afrin. Në dy element shtesë që janë themelor, sidomos me këtë që po ndodh. E para, duhet në këtë vend përfundimisht prokuroria e përgjithshme të zbatojë ligjin dhe të ndalojë prokurorët që nxjerrin sekretet e hetimit nëpër gazeta. Është e tmerrshme sot pas varrimit të personit, ne mësuam gazeta çfarë kishte veshur, çfarë ndodhi para vrasjes sy ose nëse bën gjë apo s'bën gjë, gjëra absurde që shkafrojnë familjen. E dyta, po ndodh një fenomen tjetër që lidhet po me këtë lloj deklarimi. Në mënyrë vazhdueshme ne nxjerrim sekretet e hetimit edhe individët që janë dëshmitar. Ne kemi treguar komplet çka bër komshia, çka bër babai, çka bër motra. I përmend edhe gazetari rastin, tha kemi kriminalta që ne dimë që ka bër vrasje s'është dënuar. Domthon i tregojnë detajet pafund dhe çfarë ndodh. Këta njerëz praktikisht ne i bëjmë target dhe që nesër tani ne i themi atij familjarit, mirë që të ndodhi fatkeqësia, mirë që vdiq vajza, mirë që të ndodhin gjithë këto gjëra, po tani ku jep se i mbyll mena se media po kërkon çfarë do bësh se filani ka thënë kundër teje këtë gjë. Dhe ne i vendosim konflikt social. Nuk ndodh mediat perandimore me qenë si bëjmë krahasimin. Nuk ndodh kur në Gjermani që të botohet fytyra e vajzës me mosh, me gjëra të tjera dhe motrës patjetër etj. Bëjmë iniciale, mbrohen drejtat të tyre etj. Të këtu bëhet për ditë askush s'reagon. Ne themi bravo i qoft kush e mori prokurorin. Prokurori ka detyrim ligjor mos ta nxjerr dosën. Duhet ta nxjerr ditën e gjyqit. Jo në gazeta, ne kemi lexuar gjithsesi nëpër gazeta. Është absurde. Dhe kjo është e parashikuar me kodin penal. Duhet që prokuroria e përgjithshme të zbatojë ligjin dhe të thotë orë zotrim prokuror, pushoni nga puna dhe vini përpara drejtësisë nëse ju vazhdoni ta bëni këtë gjë. Të njëjtën gjë edhe me policinë. Unë po i tregoj një rast, e kam histori krejt personale, një këshill të një miku tim. Më tha që po ndodhi aksident largo vrap, më tha mua. Pse? Se mua më ndodhi, tha. Më mori policia 4 orë, e dhan gjithë mediat, filani tregoi kështu, dhe personi që kish fajin tha ishte nga ata të fortë që ma kanë nxjerrë jetën 6 muaj. Kam paguar parat e botës për të mbyllur çështjen me personin. E kupton çfarë ndodh dhe kur ndodhin kjo gjë, pse se ta i tregojnë gjitha. Ta i tregojnë me emër, mbi emër, me fytyrë, pa me mosh, me ndodhi me adresën e shtëpisë, me dhomën, me veshjen, me gjithçka. Atëherë s'kemi që kërkojmë komunitetit? Po mirë, edhe shoqërisë po edhe një komunitet. Te kjo polici do shkojë, po tani një komunitet do shkojnë te ja po tregoj rastin se s'dua të merrem se kjo është shumë tragjike, s'duam. Po të marr rastin e gjakmarrjes. E di ç'ndodh me gjakmarrjen? Mlidhen ata burrat pjanec fshatit e i thon ti o filani, ti që s'ke marr hakun e njeriu tënd mos na ulën tavalin. Dhe detyrojnë njeriu, pastaj kur ja thon 10 herë që dele vret njerëzin rrugë. Kaq që thjesht është. E nëse do ketë një komunitet që nuk dehet dhe nuk fyen dhe nuk ka çef për të parë nga thresa, po është i përgjegjshëm dhe i thot bravo qof, ke fal gjakun, po ti je njeri normal, je i përgjegjshëm, je familjar etj, atëherë gjërat ndryshojnë, po kur ky lloj mjedisi këto prodhon tani. Dekord, është bloku i fundit publicitar dhe u rikthehemi për pjesën e mbetur të bisedës. Kam një koment nga një teleshikues që po na ndjek. Çfarë mjeti ka mbetur për të protestuar, thotë teleshikuesi, në Shqipëri, kur edhe vetdjegja nuk ka asnjë ndikim tek qeveria? Pas pak rikthehemi. Jemi në pjesën e fundit debatit dhe do doja bashkë me panelin të diskutonim. A ka pasur në një grevë të suksesshme në Shqipëri, që nga grevat e 91-shit i përmendëm pak të përndjekurit, po 94 kanë pas një grevë tjetër, Arbnori ka bërë një grevë ndoshta ndër më të suksesshme në memorien time, pastaj ka qenë greva e studentëve të Vlorës në 97-ën, greva e tetraplegjikëve, persona me aftësi të kufizuar, grevat politike, protestat. A kanë pas ndonjëherë sukses grevat, Afrim? Se di që i ke ndjekur mirë në këto 20 vjet. Nëse i marr bardhëzit, të gjitha grevat politike kanë pasur sukses. Sepse varet çfarë quhet sukses. Por gjitha absolutisht kanë pasur sukses, sepse kanë pas një motiv, kanë pas një projekt, kanë pas një, për shembull zoti Arbnori. Kur e mendon sot që ti kërkosh të veshes, që të ketë edhe opozitën në gjë më absurde, për natë kohë kishte vlerë. Por unë po të marr anën tjetër, në Shqipëri na mungon një protestë që s'ka ndodhur kurrë. Kurrë qytetarët e këtij vendi nuk janë ngritur për çështjen e rrogave, për çështjen e taksave. Këto janë gjëra që i vrasin më shumë. Të gjithë ngrihen për parti, të gjithë ngrihen për protesta, për vota, për hapje kutish, mbyllje kutish, e gjëra të tilla, por nuk ngrihet njëri për të thënë, siç po shohim Greqinë, Italinë. Po ngrihen grekët, po mos harroni gjë, se grekët janë aq të informuar, e kanë formimin aq formuar, sa ata dinë që kur thotë kryeministri që do ketë paketë buxhetore, dinë ata kostën familjare. Kurse ne e shohim kur deklarojnë që do ndërpritet, do bëhet kështu dhe ne themi bravo të qoftë. Do ndërtojmë tunele, bravo të qoftë. E vendosim ja kemi besuar gjithçka. Po themi vullneti 2-3 persona dhe ne nuk dimë kush është përgjegjësia jonë dhe kush është pjesa jonë. Dhe askush nuk ngrihet për protesta. E vetmja protestë ekonomike në Shqipëri në 20 vjet që ka pasur një sukses dhe ka qenë simbolike, ka qenë protesta e tregtarëve të medresesë për kasat. Për kasat. Por që në fakt kurrë nuk u rimbursuan. Për paktën moment patën sukses. Pse? Sepse njerëzit janë prirur të shikojnë, po themi, gjëra për cilën flitet media bën gjëra. Nëse njerëzit dalin e thonë,
unë kam problem me rrogën, i thonë, mos u ngri për rrogën, se të heqin nga puna, vendosin dike tjetër me rrogë më të vogël dhe jo mbet gjitha. Dhe ky është problemi madhor dhe këtu për mua është, po themi, ajo që i ve kapakun qeqës së grevave në Shqipëri. Kur bet fjalë për ekzistencë, unë ju mora sot para emisionit të rastin e Librazhdit. Sot në mëngjes lajmi ditës ishte, burrë e grua, 2 mësues shkojnë në drejtorinë arsimore, pushohen të 2 nga puna. Ju e për një shkresin i pushu nga puna dhe të 2 fillojnë grevë në drejtorinë arsimore. Ku do shkojnë ata njerëz në Librazhd? Janë mësues. Si pushohet një mësues? Pushohet me kontratë, me konkurs, me rregulla. Nëse ka shkelur ligjin, pushohet nga puna. Nëse i thuhet që ty të pushoj nga puna, se un kam dikë që më duhet për fushat elektorale, ose duhet jap një parti alate, se kam alate, kam nevojë për të, kjo është absurde dhe këta njerëz gjejnë pastaj forma të tilla ekstreme për kërkuar drejtat e tyre. Kurse në lidhje me djegën, sepse u përmendte pyetja që ju përmendet, ne kemi një fat tragjik, në tërësi kemi pas në historinë tonë, që ne për të hequr mendjen mundon bëjmë aktin më të madh të mundshëm. Ekstrem. Unë për shembull atyre 2 përndjekurve ju uroj shërim shpejt, i kuptoj politikisht, por nuk i kuptoj atë që tha bashortja. Nuk i kuptoj si familjar, sepse ata kanë fëmijë, kanë përgjegjësi, jeta nuk është 5 minuta. Dhe nuk është metoda e zgjedhur për të bërë shembull në këtë vend. Në këtë vend ka ndodhur janë vrarë njerëz, janë vrarë politikanë, janë vrarë zyrtarë, ka ndodhur trazira, rrëzuar shteti, është ngritur shteti, gjithçka, por nuk ka ardhur ajo dita e fundit që themi këtu mori fund gjithçka. Gjithmonë ka një dritë të ndezur, duhet ta kërkosh atë dritë dhe ta gjesh mekanizmin pranë asaj drite. Sepse nuk kur folëm për mungesën e njëshmërisë, mekanizma përfaqësues, atë bëhet edhe më ekstremja, bëhet e pavlefshme, dhe kur më ekstremja nuk bëhet e vlefshme, pastaj çfarë ngelet në këtë vend. Zoti Vasiari, grevat në këto 22 vjet kanë rezultuar suksesshme, ja kanë arritur qëllimeve të tyre? Sinqerisht nuk i mbaj mend gjitha grevat, mbaj mend në vlerësimin tim ndoshta vetmja grevë dinjitoze në këtë vend, në vështrimin tim, duke lënë ato të studentëve në vitin 19, e vetmja grevë që unë e kam sot parasysh është greva e Zot Arbnori. Adyshim ka pasur dhe greva tjera, shpeshherë madje me grevat është spekuluar, edhe me grevat e urisë. Nuk mendoj që është një institucion të cilin nuk e kemi aplikuar, mendoj që e kemi aplikuar, shpeshherë kemi spekuluar me të, dhe është pikërisht kjo arsyeja pse unë do kisha dëshirë që të përndjekurit që janë atë grevurie të dilin nga greva, të mbyllin atë grevurie. Të kisha bërë. Arbi? Unë besoj që ka pas disa momente ku ka pas një tentativë të përmirësimit të reagimit publik ndaj grevave dhe besoj se kohët e fundit në këto 6-7 vjet e fundit, 5 vjet e fundit, fakt më shumë se jo 6 vjet, për mos atë që në fillim të kësaj magjorance, është përkeqësuar kjo situatë. Unë nga afër kam ndjek grevën e minatorëve të Bulqizës në vitin 2006-2007, e cila pati një farë rezultati të pjesshëm, ku një grup minatorësh për një periudhë shumë gjatë kohe protestuan, patën grevë fillimisht në Bulqizë, më pas erdhën në Tiranë, dhe kam parë që ka potencialisht moment që grupe të caktuara që janë mjaftueshëm të mëdha dhe janë vendosur për çështjen e tyre, kanë arritur potencialisht që të kenë rezultate. Nga ana tjetër, unë deri diku bashkoj me një gjë që kur njerëzit kanë qenë tej mase të dëshpëruar, pra ku dëshpërimi ka arritur në pikën e tyre më të fundit, atëherë zakonisht kanë marrë masa të dëshpëruara, duke nga njëherë dhe e zauruar vlerën e masave dëshpëruara. Pra, bën aq shumë nga këto veprimet e dëshpëruara, saqë pastaj secili prej tyre në vetvete humbet vlerë. Dhe deri diku dhe disa nga veprimet kanë qenë të këtij tipi që dhe kjo për fat keq është prapë pjesë e një problematike të mpirjes së reagimit. Teorikisht ne duhet të kishim institucione të cilat duhet kishin reaguar më përpara se sa të vinte situata deri në atë pikë. Po dëshpërimi publik, qartazi në shumë pika, është kaq i madh sa e ka çuar njerëzit deri në pikën e ndërmarrjes veprimeve kaq. Mund të më thonë nga regjia ka fituar Shqipëria për ndeshjen, për ata që kanë parë ndeshjen, nuk e di. Duket lajm fakt se nuk pritet për Sloveninë, meqenëse që nga lajm e dhash.
E di që mund të fajsojmë prapë që po bëj krahasime, por më ka bërë përshtypje sepse kam ndjekur grevën e një aktivisti në Indi, Ana Hazara. Ai bëri një grevë disa ditore për të kërkuar një ligj që ta kalonte qeveria kundër korrupsionit dhe ja arriti qëllimit. Bëhet fjalë për një vend që ka 1.2 miliard banor popullsi, një njeri vetëm me një grevë urie ja arriti qëllimit. Ta ndjekim materialin dhe rikthehemi për minutat e fundit. Ana Hazare, një aktivist mjaft popullor kundër korrupsionit, përfundoi grevën e urisë pas 12 ditësh protest publike të transmetuar në televizion, pasi qeveria tërhiqet dhe angazhohet të miratojë ligjin kundër korrupsionit dhe keqeverisjes. Dhjetra mijëra indian mbushën në rrugët për të festuar atë që u quajt fitoria e popullit. Qeveria indiane më në fund u dorëzua dhe parlamenti bëri një gest historik duke pranuar në parim 3 kërkesat kryesore të grevistit të urisë. Një avokat populli kundër korrupsionit në të gjitha shtetet rajonale. Të gjithë nënpunësit duhet të përgjigjen përpara ligjit të ri të antikorrupsionit, dhe jo vetëm zyrtarët e lartë, dhe e drejta një vendimi që të njohë të drejtat e qytetarëve për të shprehur kundërshtim ndaj vendimeve të administratës. Zotë Kajsiu, si e shpjegoni që një njeri vetëm ja deli arrin këtyre qëllimeve në një vend të madh si India me 12 ditë grevurie, në Shqipëri ka pasur greva që kanë vazhduar, kjo aktuale është 25 ditë, të tjera kanë vazhduar në të ardhmen dhe nuk ja dalin dot. Nuk e di kontekstin e zotërisë, po më duket që nuk ishte një njerëz, ishte një 10.000 që kishin dalë. Jo, ata kishin dalë për ta brohuritur në fund, për ta pritur mbarimin e grevës. Për ta brohuritur, domethënë që mund të qenë dhe vërdall, domethënë nuk ka qenë një tek. Po kthehemi tek pyetja ime origjinale e emisionit, ku janë ata vërdall? E dyta, pra nuk e di kontekstin, pra është i çik vështirë. E dyta, India është një vend me demokraci shumë të konsoliduar, pavarësisht se është vend i varfër, pra nuk do ta shikojmë qenë është India dhe me traditë shumë të gjatë të grevës urisë. Ju kujtoj, Gandhi ka bërë më shumë se një grevë urie mjaft të suksesshëm dhe ky individ ishte goxha popullor. E treta, ky ligji antikorrupsion, se këto ne kemi miratu shumë para shumë kohësh, nuk është se ka bërë një tronditje ju garantoj në sistemin politik indian. Kurse në rastin konkret, një grevurie, një grupi social që arrin të marrë të drejtat e saj, mund të krijojë një efekt kaskad të shumë grupimeve sociale, sepse ç'a ndodh në Shqipëri me ligjet. Është bërë ky ligj, zoti Krasni që e njeh edhe më mirë se unë, i të persekutuarve politik, siç ka dhe shumë ligje tjera që bëhen, po pa faturë financiare. Pra ne kemi një smundje legjislative në Shqipëri që është ligje formale. Ne bëjmë shumë ligje, po si kemi parat për t'i zbatu, për t'i implementu dhe kështu me radhë. Edhe këtyre të persekutuarve, si shumë ligje tjera, është dhënë një ligj për t'i kënaqë, për t'i mbyll gojen. Pastaj kur vjen puna tek zbatimi dhe nëse këta arrin në mënyrë të suksesshme ta marrin atë drejtën e tyre që është dhënë me ligj, ekzistojnë edhe shumë grupe të tjera që mund ta kërkojnë këtë drejtë. Dhe unë mendoj që qeveria është shumë e friksuar përballë këtij presioni, përballë këtij suksesi. Kurse në rastin e Indis, ata kanë kaluar një ligj për korrupsionin, ne kemi kaluar shumë ligje të tilla. Unë jam pak skeptik se sa do ketë efekt një avokat i popullit kundër korrupsionit, se kemi edhe ne ombudsman edhe këto janë shpesh formalitete. Kurse greva aktuale nuk është formalitet, sepse kemi një grup social që kërkon një drejtë konkrete, pra kërkon pjesën e saj të tortës temi. Dhe gjithë problemi në Shqipëri themelor si ndahet torta. Tani torta ndahet këtu sipër. Këta poshtë kërkojnë të marrin një copë. Dhe këtu është luftë e ashpër. Kush do ta marrë copën e tortës? Po të gjithë për tortën, në çdo vend botës për tortën luftojnë. Patjetër, por ky ishte rasti i tortës, më sa kuptova nga ky legjislacion. Jo, në rastin e Indis nuk ishte i tortës. Kurse në rastin konkret kemi të bëjmë me një rishpërndarje dhe gjithë problemi është si do bëhet kjo rishpërndarje. Po afër. Ka një detaj të vogël se kam ndjekur rastin e filanit. Ky mos gaboj ka qenë 20 vjet, 30 vjet aktivist në të njëjtin fushë, është ekspert, e njeh gjithë vendi që merret me këtë fushë. Për kundër korrupsionit. Te ne çfarë ndodh? Pa me respektin më të madh për auditorin tu. Patëm 2 shoqata që një moment saktuar bën revolucion mediatik civil në Shqipëri. Mjaft dhe zyra për mbrojtjen e qytetarëve. Dhe ditën kur ne u gëzuam, pam dike që reagon, pam trinë të reja që mronin gjëra që ishin injoruar deri në atë kohë, dhe ju shkuam pas, një ditë bukur pam që ata njerëz vendosën merren me politikë. Dhe u shuajtën edhe shpresa se një shoqat tjetër do mbrojtë njëjtat parime me të njëjtën gjë.
Kjo ka ndodhur në mënyrë vazhdueshme, kjo ka ndodhur me sindikatat. I kemi pas vitin 91, mbledhën gjithë shqiptarët kur u bustin, u bë greva më e madhe në Shqipëri. S'ka më sindikat sot. I kemi pas me grupet e tjera sociale njëti fenomen, do thotë ne kemi përdorur deri diku atë që quhet të drejtën e organizimit, përfaqësimit, për një agent tjetër gati edhe personale, dhe kjo ka lejuar, sepse ka qenë vetë sistemi është gjithmonë mënyra si funksionon. Dhe duke qenë e tillë praktikisht njerëzit jo vetëm që nuk besojnë, por njerëzit e shohin si edhe ajo pjesa e shoqërisë civile etj. Ta marrim me terma konkret, janë 20 persona, 20 individ që kanë 30 vjeç që merren me 20 vjeç që merren me një gjë, në media është njëri, në mbrojtje drejta e fëmijëve është po njëri, në drejtat e grave është po njëra, drejtën e përndjeku është po njëri, 4 veta janë, 20 vjet. La i thaj ata kemi pas zgjedhje, pa votim, pas i gjallë, gjithmonë i kemi ftuar, gjithmonë kanë folur dhe praktikisht nuk ka një produkt publik për tyre. Sepse ka funksionuar si tërë çështja politike virtuale, do thotë vetëm Tiranë. Po ama kanë mbetur shoqërinë civile, nuk kanë hyrë në politikë, si janë atemojmë që kanë hyrë, jo nga dera kryesore nga anësore, por kanë hyrë sepse i detyruar bashkëpunosh me politikën, je peng i politikës. Nëse ti nuk ishe bë politikës në një moment saktuar, ne pam vitin e kaluar ishte parë në Shqipëri që nga 91 që përdorin gjithë auditorët universitare për politikë, po përdorin shkolla çdo ditë. Edhe gjithë pa marrim si të mërqen. O normale themi, e ka bërë gjitha e bën edhe këtë, është normale. Dhe harrojmë ligjin, harrojmë detyrimin, harrojmë edukatën që po japim dhe modelin që ne po japim. Arvi, se duhet ta mbyll. Se mund ndjes se po e bëj lidhjen kështu me asocim të Pamarak, po domethënë unë besoj që është pjesërisht e vërtet kjo që tha zoti Krasniqi, që ka një problem me faktin që një pjesë e njerëzve të shoqërisë civile në një moment caktuar angazhohen politik. Po besoj që në vetvete kjo është një gjë e shëndetshme. Domethënë ne kemi diskutuar vazhdimisht që potencialisht këta njerëz mund potencialisht të përmirësojnë politikën ku siç tham pak përpara fund fare zgjidhje duhet merren. Nga ana tjetër teorikisht duhet krijoheshin hapësira të reja për persona të tjerë të cilët angazhohen shoqërinë civile. Pra, kjo rrotullimi ose lëvizja e njerëzve në nivele të ndryshme të shoqërisë shqiptare nuk do të jetë detyrimisht negative, sepse nuk nëse ne do pritshim që disa njerëz që drejtonin qoftë mjaftin apo qoftë ZMK-n apo institucione të tjera të ishin këta njerëzit të cilët vazhdonin ta mbanin këtë pishtarin, atëherë binim ke njëti problem i cili pam pak përpara, pra tek ke çështja e elitizmit, duam ca elita që ashtu siç na drejtojnë ca elita politik, të kemi ca elita që na drejtojnë në shoqërinë civile dhe të jenë po ata. Pra pjesa e qendrit po ata me pjesën që është negative për disa aktorë të shoqërisë civile që janë po ata për kaq vitesh. Me faktin që disa nga njerëzit nuk janë më po ata sepse kanë ndryshuar role, bien pak dy pjesë që bien pak kundërshtim njëra tjetrën. Ne kemi nevojë që të lëvizë e gjithë shoqëria në të gjithë nivelet e saj. Faleminderit. Nuk e di nëse bijmë dakord me panelin që pavarësisht nga realiteti nëse e pikturojmë roza apo të zi apo me ngjyra të ndryshme, e rëndësishme është dhe është momenti që shoqëria civile të jetë më aktive, të jetë më e angazhuar për të shpjeguar qytetarëve të drejtat dhe ku është e mundur dhe të ndikojë në vendimarrje, apo nuk bijmë dakord? Bie, Basiari? Mund të bie, mund mos bie, kjo është krejt relative. Fakti që këtu pranohet më në fund që shoqëria civile për gjatë tyre viteve ka rezultuar një strukturë politikisht e korruptuar, pra që ka shfrytzuar kauza civile në një koperturë politike, tregon dështimin total të saj, por ama Jo gjithmonë. Jo, fal, ta saksova statusin, rasti ju është tjetër, por me që u përmend mjafti shumë të rralla në dështimet korrupsioni i shoqërisë civile duhen shkruar romane pa fund. Jo, je i bardh mos i merak. Dhe fakti që mjafti pati sukses apo zyra për mbështetjen e qytetarëve pati sukses, do të thotë që ja pra shoqëria civile funksionoka. Nëse duhet apo nuk duhet futet në politikë, kjo është një fakt, një çështje shumë e diskutueshme, kam përshtypjen që zoti Nano mund të japë një përgjigje shumë më të mirë për këtë, sepse ishte i pari ai që në një farë mënyrë u përpoq ta inkorporonte në radhë të politikës, ta korruptonte dhe të krijonte një model se si nuk duhet të jetë shoqëria civile. Zoti Nano. Po. Me ta gjetur se këto nuk ka qenë në Tiranë, do ta ndonjëherë në Shqipëri, kështu që. Ka përshtypjen për atë Nanën që vjen ndonjëherë në Shqipëri. Si? Zotin Fatos. Nuk e di, njëri njohun. Do ta përfundoj. Po vetëm ka një problem tjetër, se unë jam dakord edhe me idenë që duhen gjërat
politika të bën shëndetshëm, t'jep hapësirë, por ka ndodhur një fenomen. Nëse ju shikoni një pjesë deputetëve që kanë ardhur nga shoqëria civile, s'kan bërë gjë tjetër, kanë imituar Edi Ramën dhe Sali Berishën. Madje janë më agresive në këtë, thjesht kanë ndryshuar kostumin. Nuk thuhet kryetari i partisë filan, po thuhet përfaqësuesi i njohur i shoqërisë civile, autor librash, aktivist i shquar etj. Po të flet me të njëjtën gjuhë, fut kasetën themi në gjuhën gazetariske. Dhe të thonë të njëjtën gjë pa pikën, e ke rastin e grevës. 4 veta që dolën, 3 prej tyre kanë nga shoqëria civile. Folen me fjalët më të ashpra të mundshme që mund flitet kundër grevistëve, kur ata vetë para 6-7 vjeç kanë qenë në anën e këtyre grevistëve bashkë me ta në protestë. Blend. Kemi një problem. Mos ta reduktojmë shoqërinë civile të disa organizata ajo ose një grupim siç ishim ne që kërkonim një referendum. Shoqëritë civile janë dhe mediat, shoqëritë civile janë dhe universitetet. Pra, është shumë më e gjerë se sa disa OJF. OJF ishte një kategori që u financua dhe nga ndërkombëtarët, ishte një alternativë punësimi për elitën që si ishte në biznes ose në politik, mund të rrinin aty, edhe thoni pak a shumë njëta gjëra se politika, integrimi, demokratizimi, seminare, trojeza e kështu me radhë. Problemi, mendoj unë, për ta përfunduar, është jo do shfaqet apo jo shoqëria civile. Shoqëria civile ekziston gjithmonë ka reagim, gjithmonë ato komunitet, kudo nuk zhduket. Problemi, mendoj është që mungon sfera publike ku të shfaqet kjo shoqëri civile. Pra problemi themelor dhe këtu futet dhe media, futet dhe universiteti, publik dhe privat. Të siguroj për një gjë? Që heq keq kur duat të ftoj shoqërinë civile dhe intelektualët për të ardhur në panele, me që po dua për sferën publike. Kur them që mungon sfera publike, duhet kuptojmë që sfera publike përcaktohet nga një diskutim që priret rreth interesit publik. Vetë koncepti interesit publik është bërë vështirësisht i artikulueshëm në këtë sferë, sepse vetë media është pjesë e instrumentalizimit. Në ato që thamë sistemi politik, biznes, media, pra vetë media instrumentalizohet në funksion të qëllimeve që ka, ata që e kanë, ata që e financojnë, apo çfarë synimi ka. Dhe shumë rrallë bëhet një diskutim, themi, që udhëhiqet nga ai që quhet interesi publik. Pra kemi gjithnjë më tepër ato themi dominimin e interesit privat, që konkurron dhe përplaset, dhe gjithnjë më pak një hapësirë ku mund të flasë për interesin publik. Në këto koncepte kam unë që është shumë e vështirë të shfaqet shoqëria civile, sepse kudo që shfaqet instrumentalizohet, dhe kudo që instrumentalizohet pastaj vdes dhe bëhet jo përfaqësues. Dhe jo e gjithë media është e instrumentalizuar. Jo e gjithë media, por në logjikën e funksionimit të saj është e tillë. Faleminderit për vëmendje, nuk ka më kohë, ju përshëndet shumë gjithëve, natën e mirë. Ky program mundësohet nga Vodafone, sponsor general. Kemi pothuajse 2 muaj që dalim bashkë dhe mendoj që ndoshta lidhja jonë duhet të bëhet pak më serioze. Faturën! Zemër, sa bukur do ishte të jetonin bashkë. Ame një numër fantastik. Do të zhduket një njeri. Shpirt, mendoj se ka ardhur koha të takohesh me prindërit e mi. Në sala gjithë vullnetar? Ka njeri? Unë. Hajde. Të gjithë ju që doni të shijoni momentin, zgjidhni ofertën më të re ditore, Vodafone Day Pass, dhe përfitoni 600 minuta, 600 SMS ose MMS në Vodafone Club dhe 60 MB internet 3G për vetëm 60 lek në ditë. Si dhe 15 minuta kombëtare bonus për çdo 10 ditë përdorimi të ofertës. Regjistrohuni vetëm një herë në 131 dhe përfitoni ofertën për sa ditë ju dëshironi. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Power to you. Vodafone. Çdo magjistar bën çuditëra. Oh, një lepur. Po për dhimbje koke? Asgjë.
Nuk ju duhet një magjistar. Me Tylenol dhimbja ikën si me magji. Tylenol, paracetamoli më i mirë. E gjeni në çdo farmaci. Universiteti Justiniani i Parë.